Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Andi Bora, mirë se vini këtu në Sken Krimi. Duke se ka qenë një javë intensive, e cila lidhet kryesisht me zhvillimet në drejtësi në vendin tonë dhe që sigurisht epiqendra apo kryeqendra e gjithë historie është SPAK dhe gjykata e posaçme. Sigurisht në diskutimin do ta nisim me ato se çfarë ndodhi në Francë me arrestimin e Ermal Beqirit, teksa ai po fluturonte nën kuotën normale të fluturimit të lejuar mbi një central bërthamor. Në atë moment ndalohet, çohet për verifikim dhe aty autoritetet franceze kuptojnë që Ermal Beqiri ishte një shtetas i shpallur në kërkim në kuadër të akuzave të ngritura nga prokuroria e posaçme SPAK. Në anën tjetër, kreu i SPAK, Claudian Brau, gjatë një takimi me gazetarët, ka pranuar që ka pasur bashkëpunim kohët e fundit me autoritetet franceze dhe se kanë qenë në dieni për vendodhjen e Ermal Beqirit. Pyetjet që do shtrojmë sonte janë: përse nuk ishte bërë ndalimi më herët i Ermal Beqirit, po do duhet të ndodhte një incident i kësaj natyre për të bërë të mundur arrestimin e tij? Pyetja tjetër lidhet me faktin që në avionin Ermal Beqirit u gjetën edhe GPS, pajisje përgjuese, çka për autoritetet franceze ngriti dyshimin edhe të spionazhit. Me kë mund të lidhet kjo histori me cilat nga shtetet jo miqësore, qoftë të Shqipërisë apo qoftë edhe të Francës? Në pjesën e dytë flasim për faktin që SPAK i ka komunikuar tashmë ish zëvendëskryeministes Belinda Balluku akuza të reja lidhur me të gjithë lotet e Unazës së Madhe të Tiranës. Çfarë ndodh me shtimin e akuzave? Çfarë ndodh me dyshimet për korrupsionin dhe pastrimin e parave? Çfarë ndodh me shtyrjen, pra zgjatjen e hetimeve dhe me 3 muaj të tjera, dhe kur mund të vijë një kërkesë e dytë nga ana e SPAK? Do të dalemi për të kuptuar edhe për çështjen e Zvërnecit. Avokati pra mbrojtësi ligjor i Artur Sheut, i shpallur në kërkim me masiguria arrest me burg për dosjen e cilësuar Aruba, Kujtim Sakrani, pra mbrojtësi ti deklaroi që SPAK ka bërë vetëm bllokimin e kalimit të parave pra të 128 milion eurove nga llogaria e 2 vëllezërve të cilët i blen tokën Artur Sheut pra dhe parat kaluan tek Artur Sheu, por ndërkohë toka nuk është sekuestruar. Përse? Çfarë po ndodh me gjithë këtë histori? Çfarë po ndodh me dosjen Aruba? Kush janë zyrtarët? A janë 2, 3 apo më shumë zyrtarë të cilët dyshohet se kanë kryer takime me persona të cilët i përkasin grupeve kriminale? Ndërkohë do të flasim dhe për sekuestrimet që ka bërë SPAK, sepse nëse do të marrin periudhën 2020, nga kur SPAK nisi punën deri në vitin 2025, pra që i përkasin 6 viteve, shuma më e madhe e parave të sekuestruara i përket vitit 2026. Pra, 6 muajt e 2 vitit 2026 kanë sekuestruar më shumë para se 6 vitet punës së SPAK dhe lidhen vetëm me 5 procedime penale. Tani, sekuestrimi është një ranë, konfiskimi dhe marrja e këtyre pasurive dhe përdorimi, pra si burime shtetërore të kthehen në burime shtetërore, janë një diferencë shumë e madhe dhe a mundet që SPAK të shkojë drejt konfiskimeve për t'i vënë pasuritë e krimit dhe korrupsionit në shërbim të qytetarëve shqiptar. Pasi nëse do t'i referohemi raportit vitit kaluar, nga 46 milion euro të sekuestruara, vetëm 1.6 apo rreth 1.4, një raport shumë i madh, diferencë shumë e madhe, janë konfiskuar dhe janë vënë në shërbim publik. Dhe pjesa e fundit ku do të ndalemi është pikërisht lirimi nga qelia, kalimi në arrest shtëpie i ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Pasi gjykata e posaçme, gjyqtarja Elsa Ulliri konstatoi që janë tejkaluar afatet e paraburgimit. Por përse ndodh që të tejkalohen afatet e paraburgimit? U harrua në burg? Është pa aftësi, le të themi, profesionale? Është një taktik e ndjekur nga, le të themi, nga prokurorët për ta çuar drejt lirimit? Pra çfarë ndodhi? Çfarë ishte kjo vrima procedurale që liroi Ilir Beqaj? Pasi me sa duket, në këtë histori nuk është rasti i parë. Mirë, le të ndalemi për të kuptuar më shumë dosjen e Ermal Beqirit, një dosje që lidhet ngushësisht me dosjen e Akshit në Shqipëri, një dosje shumë e madhe, të paktën ekspertët, juristët dhe ata që ditë analizojnë thonë që është vetëm maja e icebergut. Të shtunën e 25 korrikut, Ermal Beqiri u ndalua nga forcat ajrore dhe hapësinore franceze, pasi fluturoi me një avion të vogël civil mbi centralin bërthamor të Penly, në departamentin Seine Maritime të Normandisë, në një lartësi më të ulët se kufiri ligjor i lejuar. Piloti në këtë rast, Ermal Beqiri, fillimisht fluturonte në rreth 1200 metra, pra 3700 këmbë, pastaj papritur
uli avionin në rreth 3500 këmbë, duke shkelur kufirin e lejuar për fluturime mbi zonat të ndjeshme. Menjëherë pas identifikimit, autoritetet dërguan një mjet ajror ushtarak për ta shoqëruar deri në aeroportin Albertit në Some, ku u arrestuan në flagrancë. Incidenti dhe profili të ndaluarit ngjallën dyshimet forta tek hetuesit francez, të cilët në fillim nuk përjashtuan pistën e spionazhit. Gjatë kontrollit fizik u gjetën 3 pajisje ertek të fshehura në trupin e tij, detaj që e drejtoi hetimin dhe drejt hipotezës që piloti mund të ketë vepruar nën presion ose kontroll të dikujt tjetër. Një burim tjetër e përmend këtë fazë timore si spionazh ushtarak. Në dëshmim para policisë franceze, Beqiri tha se kishte bërë gabim me uljen e lartësisë, pasi po fliste në telefon me nënën në atë moment. Rrjedhimisht, versioni zyrtar i tij hedh poshtë çdo qëllim spionazhi e paraqet si shpërqendrim gjatë një bisede telefonike. Sipas mediave franceze, për fluturimin e palishëm mbi termocentral ju dha një dënim me kusht plus një gjop prej 7.000 eurosh, pas së cilës u dorëzua tek zyra qendrore për luftimin e krimit organizuar. Pra vetë çështja e fluturimit u trajtua si shkelje relativisht e vogël, ndërsa çështja e vërtetë e rëndë doli të ishte identiteti i tij, si i kërkuar ndërkombëtar. Gjatë verifikimit të identitetit doli se Beqiri ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar me kërkesë të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK në lidhje me skandalin e tendrave të Akshit. Akuzat përfshin heqje të palishme të lirisë, konkurrencë të palishme përmes dhunës, shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike, grupi strukturuar kriminal dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Ermal Beqiri me kompaninë e tij Soft & Solution u akuzua se përfitoi tendra me vlerë 10 milionë euro pas kërcënimesh ndaj konkurrentëve. Ndërkohë kreu i SPAK Lodian Brau deklaroi gjatë një takimi me gazetarët se prokuroria kishte dieni prej javësh për vendodhjen e tij dhe në bashkëpunim me autoritetet franceze kishte ndërmarrë veprimet procedurale për lokalizimin e tij. Zyrtarisht, arrestimi u realizua fal bashkëpunimit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Lionit. Brau tha gjithashtu se hetimet kanë zbuluar se Beqiri nuk disponon vetëm avion, por edhe pasuri të tjera në Francë dhe se SPAK kishte kërkuar më herët nga autoritetet franceze sekuestrimin e këtyre pasurive. Ndër pasuritë e zbuluara në Shqipëri gjatë hetimit të Akshit janë një jat luksoz i markës Predator 50 Skyfall me vlerë në treg rreth 1 milion euro, i regjistruar në emër të një punojëse të kompanisë së tij për të fshehur pronësi reale. Beqiri u paraqit para gjykatës penale të Amiens për të komunikuar zyrtarisht kërkimin ndërkombëtar në kuadër të procedurave për ekstradimin drejt Shqipërisë. Ndodhet aktualisht në paraburgim në Francë. Mirë dashur shikues, ky ishte inserti për sa i përket asaj se çfarë ndodhi me Ermal Beqirin në Francë. Ne do përpiqemi sonte të analizojmë pak më shumë se çfarë fshihet pas gjithë kësaj historie, pasi duket se nuk është histori e lehtë. Ermal Beqiri është pronar i Soft & Solution, i akuzuar për konkurrencë të palishme nëpërmjet dhunës, heqjes palishme të lirisë, shkelje barazie në tendra, grupi strukturuar kriminal dhe pastrim parash në dosjen Akshi. Sipas hetimit, kompania e tij përfitoi tendra këtu në Shqipëri në vlerën mbi 1.1 milion euro pas kërcënimesh ndaj një konkurrenti. Kishte edhe kompani fiktive, EA Solutions, të përdorura si shtresë mbrojtëse. Ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar me mas në arrest me burg në mungesë. U arrestua në Francë pasi fluturoi me avion mbi centralin bërthamor rreth 200 këmbë, është njësia makse e fluturimit nën kuotën e lejuar. Ndërkohë, tani ai ndodhet në paraburgim në Francë, por dyshimet kryesore që patën autoritetet franceze e lidhën pikërisht me çështje të spionazhit, pasi u gjetën dhe rreth 3 përgjues apo GPS në avionin e tij. Për diskutuar për këtë çështje dhe disa tema të tjera interesante, u kam të ftuar sonte në skenkrimi ish prokurorin dhe avokatin Ervin Karanja, shumë faleminderit Karanja, dhe kolegun Rovsh, faleminderit, dhe kolegun Basir Çollaku, faleminderit Çollaku. Faleminderit për ftesën. Tani, ka ndonjë provë konkrete si u bazua dyshimi i autoriteteve franceze që Ermal Beqiri mund të lidhe dhe me ndonjë rrjet spionazhi? Kanë qenë, le të themi, hamendësimet e para me referencë në normal drejtsinë franceze të medias franceze që e lidhnin aktivitetin e Beqirit me shërbime të mundshme. Aktiviteti i tij në fluturimin pranë centralën bërthamor, kur në fakt po instaloheshin, le të themi, aparaturat e teknologjisë së fundit dhe dyshimet shkuan në këtë drejtim, në këtë adresë për shërbime. Përmendja e shtypit francez ka të bëjë me Mossadin dhe me shërbimin rus.
përmendet fillestare, le të themi. Tani konfirmimet janë histori hetimore investigimit që ndoshta edhe mos bëhet publike kurrë. Ajo çfarë vjen tek drejtësia shqiptare ka që më thënë drejtë më disi edhe jo fort mirë, por një komedi pak e zezë edhe nga reagimi i strukturës posaçme. Ne dinim ku ishte ai, kishim qulur për çfarë dietin. Shpall kërkim ndërkombëtar se në vendimin e gjykatës strukturë posaçme, Moziten Banez dhe e konfirmonte që shpall në kërkim ndërkombëtar. Claudian Brau, në takim me gazetarë se ju e përmendët, deklaroi informal. Po bënë pak formal të takimin se shqiptarët duan formalitet, jo informalitet. Se atje nuk dihem çfarë prokurori dhe çfarë gazetari. Pa dyshuar tek asnjëra palë. Patjetër. Por për shkak të asaj transparencës dhe të cilësisë së seriozitetit të çështjeve të shumta që kërkojnë vëmendje të opinionit publik, prokurori si në shumë raste duhet dalë edhe të komunikojë me publikun. Natyrisht që shtypi është një ndërmjetës i besueshëm në pjesën dërmuese të rasteve, por kjo transparenca ballë për ballë edhe publikën do ishte më shëndetshme për prokurorin dhe për informimin. I referon gjithnjë njoftimeve zyrtare. Kam qenë si gjithë kolegët e tjerë, janë shumë pyetje që më meten pa përgjigje edhe pas deklarimit të zotit Brau. E dini, më duhet nëse e dinte prokurori. Se ku ndodhe Ermal Beqiri dhe kishim disa kohë që e mbikëqyrnin. Si ç'është kjo mbikëqyrje? E ke shpallë kërkim ndërkombëtar. Shpallë kërkim ndërkombëtar. E di arrestohet ekstradohet. Dhe do ta lësh edhe 2 vjet bëj biznes ai. Ndërkohë që ai në prill të 2026 kishte hapur një kompani në Sloveni fluturimi me avion të blerë në Austri, regjistruar. Në prill 2026. Po 5 muaj pas shpallës, pas marrjes vendimit. Pri 5 muaj kelloi të bëj biznes në Austri, në Sloveni, në Francë, dhe ky nuk u arrestu se kërkuan Brau me shok. Pra kjo është ajo, le të themi, e zigzagja e spagot që nuk bindë as ata që e thanë. Ti e di, arrestuan ata dhe ishte çfarë? Na përmendën që ka dhe biznes në Francë, dim, në Austri, në Sloveni. Mjafton se cili për ne është të klikoj, të hulumtoj dhe i gjen. Por sot ka dhe pasuri të tjera. Në faqen e regjistrimit të bizneseve nuk është më njoftimi i Ermal Beqirit sot. Kam publikuar që di. Tani hequr kompania? Nuk e gjen, nuk e ke akses në informacionit. Atëherë, ky zotëria që thotë ne e dinim. Karanxha e di shumë më mirë nga ne. Ore zotëri, prokurori çështës ja përcjell prokurorisë përgjithshme që është drejtoria e marrëdhënieve me jashtë, e cila ja çon Interpol Tiranës dhe Interpol Tirana ja çon Lionit për të aksesuar të gjithë vendet antar personin në kërkim ku ka një vendim gjykate. I kërkuarin ndërkombëtar. Dhe nëse ai do ishte kërkuar ndërkombëtar, unë jam tërësisht i bindur dhe edhe duke pyetur ekspertë që merren me hetimin dhe jo vetëm, ai s'do kishte pas as kompani në Sloveni, as blerje avionash në Austri dhe as leje fluturimi në Francë, që për shkak të terrorizmit dhe sigurisë së shtuar, kërkoi identiteti i personit, i pasagjerit, ka qenë i pasagjer me të. Ka qenë i pasagjer. Sigurisht që po. Dhe nëse ti rezulton në kërkim ndërkombëtar, ti nuk merr leje fluturimi, edhe itinerari që duhet përcaktuar. Pra janë shumë mungesa të dërguara nga Tirana, si që tregon via e aktivitetit dhe e sjelljes, dhe del prokurori ne e dishim ku janë. Po dhe ne e dishim që nuk është në Shqipëri, si prokurori, si ai. Ç'na shet tani çuditëra ligjore e dinim se por e kishim lënë. Është problemi i Spaku sepse ju tregua dhe rrugën që shkon në prokuroritë përgjithshme, drejtoria e marrëdhënieve me jashtë, Interpol tani për sa kohë autoritetet franceze do duhet ta kenë pasur këtë informacion. Po të hapim tani listën e Interpol Tiranë dhe shohim ta që kanë vjet biçikleta ose kanë shit Bostan Pale, i ke aty të lista e Interpolit ndërkombëtar. Kurse ky që i ka bërë nënën e Bostanin buxhetit dhe shumë të tjera, ky nuk është ky. Thjesht nuk ka qenë. Se e di zoti Brau për shkak të detyrës këtë histori, nuk është njoftim zyrtar, a e ke ndjek procedurën. Le ta marr, pse nuk e mori ta publikoj procedurën? Po, me filan datë prokurori i çështjes pas marrjes vendimit të gjykatës së krimit organizuar i ka dërguar prokurorit të përgjithshëm dokumentin përkatës. Prokuroria e përgjithshme e ka quajtur Interpol Tiranës në filan datë. Në këtë datë Interpol Tirana e ka quajtur Interpol Lionit, qendrës së Interpolit ndërkombëtar dhe po këtë datë ai është hedh tek të dhënat, le të themi tek kërkuar ndërkombëtar. Kjo praktik nuk është bërë publike, se nuk ekziston më. Nuk ekziston thua? Ku është? Unë kam kërkuar, se kam gjetur. Prokurori nuk na e bën të ditur, ai thotë e kam ditur unë. Po zotëri, ti në moment që merr dieni ku është i kërkuari, i kërkon vendin përkatës ndalimin dhe ekstradimin, sepse ai ka të pandehur të një çështje që është organizatë kriminale. Pa ti ke lejuar një antar të organizatës kriminale të bëjë biznes gjithë Evropën. Nuk është kjo detyra e prokurorit. Në gjykimin tim në paktën. Në qartë. Nga praktika që kemi, ajo prokurori është për ndaluar organizatën kriminale, jo për ta stimuluar të bëjë biznes. Se kështu pas ai ka ditur, e kam lënë të bëj biznes në Austri, e kam lënë të bëj biznes në Sloveni, e kam lënë të bëj biznes në Francë, dhe kur ai desh u përmbys mbi avion,
e arrestuam. Po mos kishin qenë ky incident, a do ishin ndaluar Ermal Beqiri shpytja? Jo. Do kishte vazhduar. Prokurori do ta dinte, ai do vazhdonte biznesin, të gjithë të lumtur në mungesë. E qartë. Faleminderit Çollaku, do diskutojmë më pak se shumë ka drejtëhije kjo histori. E ka arsye krejt. Çfarë kuptuat Karanja? Në pamjet parë ta shofësh qetë, pra të shofësh gjithë intervistat që janë dhënë për në lidhje me këtë rast, konstatohet që Beqiri ka qenë i lirë. Pra ka qenë i lirë, ka dashur të bëjë. I patrazuar. Ka pasur kohë të bëjë xhiro me aeroplan. Ka pasur kohë të bëjë pikjata, se kur shkon me avion bënte pikjata që zbret poshtë. Mirë s'ka ardhur për plasë të spaku. Është afruar, i është afruar tokës, kjo në Francë gjithmonë. I është afruar Oxhakut të objektit bërthamor, se ato ka një Oxhak që siç e ke parë. Me qipa, me vete, pikjata, pra nuk është i shqetësuar fare. Në qoftë se një person ka një rrezikshmëri të tillë shoqërore, gjithmonë referuar mbas asaj që ka thënë Spaku, është antar i grupit strukturuar kriminal. Merr avionin dhe lëviz nëpër zona të rrezikshme, sepse zonat janë zona bërthamore që janë reaktorët bërthamor, janë zonat larta sigurie. Dhe të referojmë luftës në Ukrainë. Pra është zone Zaporizhjes. Zone Zaporizhjes është një zonë që edhe kur bëhet luftë është me marrëveshje që nuk duhet bombarduar kjo zonë, se është zonë bërthamore. Pra ai ka kohë t'i afrohet Oxhakut. Ka kohë viz tregon që ky që ka qenë vëzhgim zbohet fjalë. Pa ka qenë i lirë fare. I kompania këne, xhiro me avion këne, dhe po t'ishe kishte biznes edhe në Francë. Kishte edhe biznes në Francë dhe ai po ta dinte që do ta kapshë, ai kishte hik fare. Ishte ik, kishte dalë me avion. Që ai ka pas një lloj garancie për qëndrimin në Francë. Ai ka qenë me garanci, ka qenë i lirë. Pra shkrejt e kundra. Unë mendoj fati që ka pas kohë të marrë. Shtypi francez i the idenë që e kanë detyruar të fluturojë. Kjo është gjë tjetër. Pra një nga hipotezat e medias franceze. Edhe mund ta ketë Po, është vërtet kjo. Shko bëj xhiro dhe rrotullohet te centrali që të kapesh. Sepse i s'mund të kapes, sepse që të kapes ose të bish në sy të policisë. Nëse është kjo që e kanë detyruar, është gjithmonë hipotezë, ti duhet bësh një diçka sepse kush e detyron? Kjo është pyetje e madhe. Duhet shohim se ai është pjesë e një grupi strukturuar kriminal. Duhet verifikuar që roli i këtij. Pra dhe kjo, qoftë është detyruar që ky dali që shko bëj një xhiro me aeroplan, se dihet po të afrohesh kësaj zone, ngrihen avion. Interesante, tek faqja e biznesit në Francë, Beqiri shkruan, për mua thot Alsoft, është më shumë se një kompani, është një lidhje personale dhe profesionale me Francën, vendi që më dha mundësinë të kuptoj aftësitë e mia dhe zhvilloj vizionin tim. Ideja e krijimit të Alsoft lindi nga dëshira për të ndërtuar një lidhje midis ekspertizës franceze dhe inovacionit shqiptar. Kjo është, le të themi, ajo që shkruan në biznesin e tij në Francë. Ne një lloj inspirimi kuptimin e zhvilluarit biznesit. Pas ka shumë lidhje të shumë tredor në Francë. Pra ky dihet se ku është. Ka kohë ngrihet me aeroplan, sepse një ngritje me aeroplan ka një protokoll, ka një rregull. Do shkosh, do paraqitesh, bëhet një kontroll fizik, sepse pilotët duhet të jenë në gjendje kushte optimale. S'duhet flihet gjumë, pra të kesh bërë kohën e gjuhës të jesh plot, sepse spajt të dhënat identiteti, kush je ti që merr leje. Identiteti, pra ky është i lirë fare. Po tani fakti që Klobian Brau, kreu i SPAK thotë që ne e dinim. Kemi pasur djeni dhe po kemi pas bashkëpunim dhe me autoritetet franceze. Tani sa kohë do duhet ta mbash në vëzhgim një person, po pret të zbulosh diçka atje dhe ti e vëzhgon gjatë gjithë kohës, apo duhet vepruar menjëherë në bazë të urdhrit të ekzekutimit të vendit? Janë dy lloj procedurash. Për shembull, është procedura e kapjes menjëhershme. E ke aty në filan vend kapes sa hip të avionit. E dyta është dhe një procedurë vëzhgimi. Çfarë personash? Dorëzimi kontrolluar, çështje trafiku do takoj. Nëse ne ndosim, nuk kemi vëzhgime që se cil takoj ky person, se do ta mbash në vëzhgim. Pra është në filan vend takoj këtë. Dosja e SPAK-ut nuk e ka. Nëse nuk ka pas vëzhgim. Pra, domethënë se kjo është veprim e lehtë, tjetrin ti e di që është jashtë, tjetrin nuk e kap. Mund të jetë edhe këtu. Po kërkon zbulosh diçka më të madhe. Nuk e kap. Cil do takoje? Çfarë do bëj? Ti e ke person aty e marr në vëzhgim, se gjatë sa kohë bën edhe gabime. Që takon. Dhe takimi personave është, tash nëse nuk ka dosje vëzhgimi atje, ose dosje me teknikë operative ose me vëzhgime me dosje operative që e ma, gjithmonë me vendim prokurori, sepse vëzhgimi që ne ç'na duhet, do të thonë veprimet e palishme, do si lidhje aktiviteti i tij në Austri, në Sloveni dhe në Francë me dosjen që është në Tiranë. Sepse tagri jurisdiksional ju dini më mirë se ne, nuk i thot SPAK-ut hetoj edhe çështje që kanë lidhur me Francën, përsa kohë nuk kishte një procedim penal në vendet përkatëse.
Ai kërkoi për llogaritë e Shqipërisë. Ne nuk dimë deri tani të paktën që ai të ketë një procedim në këto 3 shtete ku përmendet. Jo, për sa kohë ka pasur biznes aktive. Por nuk ka hetim. Për sa kohë spaku e ka për këtë historinë e Akshit dhe e le 6 muaj duke gjithësisur, unë duket se më ngoi letra rrugës. Mendoj që, domethënë, flas nga prokurori. Prokurori që ka çështje. Po. Ai bën procedura dhe procedurat bëhen nga prokurori i përgjithshëm. I kalon letrat në prokurorit të përgjithshëm, masën e sigurimit dhe shpahet në kërkim ndërkombëtar. Tani duhet parë. Franca duhet të hetuar praktika. Tani Franca merr dënime një herë atje, Interpoli janë organet qendra. Është automatikisht në sistem. Është në sistem. Ky person është në sistem. Tani problemi kush është? Nuk është më punë e prokurorit që të shkojë atje. Domethënë nuk ka rëndësi prokurori e di, ai parimisht ky është një person në kërkim. Duhet shkresa atje. Duhet shkresa, janë organet ligjzbatuese të tjera, ekzekutuese, që i bin nga mrapa çështjes. E qartë. Siç i ka rap për çështje tjera. Nëse ka shkuar dokumenti gjithmonë. Po, pra, mendoj që fati që është kapur kur ka bërë atë uljen e gabuar që ka shkelur ligjin në Francë, që i është ofruar reaktorit bërthamor. Që ka pretenduar se po flisë. Është zbritur për këtë. Arrestimi është aksident. 7.000 euro gjobësh. E kanë verifikuar, hajde këtu po, ti ke jenë në kërkim dhe fati që ka qenë kërkim ka qenë. Por organet ekzekutive, kjo është ajo basi që mendoj që duhet të jetë objekt debati, a kanë ndjekur të njëjtin stil ose të njëjtën metodë verifikimi siç kanë bërë dhe për raste tjera? Sepse çfarë ndodh? Pra, organet që ti kur e shef një person në kërkim, pra kjo nuk është çështje më e prokurorit. Se prokurori s'do t'i bie të fakti kapen një personi policore në tepër tani. Është zinxhiri, prokurori, është Interpoli. Tani, prokurori ja ka hap krahun, fati që është në kërkim dhe u arrestu, tregon që ka shku letrat. Pra, ky person është kapur dhe do vinë në Shqipëri. Tani është ndjekur edhe për procedurat tjera, sepse kemi raste tjera, për shembull që organet e tjera ekzekutuese i ka nga mrapa shumë shpejt dhe këto duhet verifikohen. Pra qoftë biznesi në Austri, qoftë biznesi në Sloveni, edhe në Francë. Ne po thonim përse është vonuar arrestimi i Ermal Beqirit. Arrestimi është kanë përgjegjësi këta që janë marrë me ekzekutim, sepse duhet i sot për shembull bota është e hapur. Shkosh në Francë është shumë e lehtë. Ai ty të ka dalë në internet. Unë jam i lumtur që jam në Francë, pra ti dihet që do jetë o në Austri, o në Francë, Franca ka diçka tjetër. Kur ai regjistron një biznes në vendet përkatëse Bashkimin Evropian, ai duhet nga vendi origjinës dokumentacion për gjendjen e tij penale, raportet me i dënuar apo i pa dënuar, ai duhet dokumentacioni për ta regjistruar atë biznes në vendet e tilla. Besoj se vendet e BE-s kanë një kriter filtrues të kësaj natyre. Po pra tani këta tani ka dhe gjë se ai duke kontrolluar Akshin mund të ketë bërë letrat vetë. Ai edhe mund t'i ketë ashtu në sistem ka heqë emrin e ka bërë sigurisht në rregull, Timsin e kontrollonte, Akshin e kontrollonte. Një dyshim më lindi këtu nëse ka pasur vërtet Akshi në dorë këtë sistemin tim, sa mund të ketë fshirë ndonjë hyrje dalje se kjo do ishte. Ka bërë vetëm të pakërkuar, ka bërë vetëm të padënuar, të pahetuar. Pra mundësi teknologjike i ka pasur ta bëj. Ai ka pas akses. Sepse kjo është dhe, domethënë për mua është vepra ose vepra penale më e rëndë që po heton spaku sot. Pra, ti lësh një grupi strukturuar kriminal aksesin e pronave, aksesin e hyrjeve daljeve në kufi e sigurisë kombëtare. Dhe ai mendoj nëpërmjet teknologjisë, ai ka pasur mundësi që kur të klikojnë këta persona që sepse sot bota kështu funksionon, çdo vend edhe në kufi për shembull. Ai shkon në kufi, nuk është person kërkim, viz gjithë Evropën, ndërkohë është. Por janë dhe kanale tjera komunikimi që sepse shkelja që ka bërë zoti Beqira është një shkelje e rëndë. I ofruar një reaktori bërthamor dhe jemi sot Evropa, në Evropë, zemër të Evropës, në Ukrainë është luftë dhe çdo rast verifikohet. A përbën episod hetimor dhe në vendin edhe hetimi i thëhuar ka si këtë. Sepse ai me mjetet që kishte, me hetim të thjeshtë, për shembull, çka ke bë shkelje në rrugë, ke bë një aksident, kaloj për shkak. Kurse këtu masa administrative. Ti je afruar te një reaktor që lidhet me sigurinë kombëtare, me sigurinë ushtarake dhe kjo ka bërë një verifikim më të thellë. Për shkak të aksesit që ka se ka pas akses ky. Sot e kësaj dite këta kanë akses prap futen me sekonde i kanë dhënat e shqiptarëve. Pra e klikojnë dhe mund futen nëpërmjet hakerëve ndërhyrjet pa ligjë dhe ky kur klikojnë autoritetet e huaja ky deli pastër. E qartë. Dhe kurse ky është takuar dhe me Macronin verifikimi i thevuar sepse shërbimet ushtarake janë krejt tjera ata, janë të pavarur nga shërbimet civile. Se ato është siguria kombëtare e Francës dhe çdo rast verifikohet me shumë me profesionalizëm dhe se ata janë tamam që ka shtet se s'është si puna mbeti që siguria kombëtare ja lën
Gjyshit të Durrësit. Që s'ka lidhje as me sigurinë dhe as me burrnin. E qartë, faleminderit edhe Karanxha. Tani çështja e ekstradimit sigurisht merr kohën e saj. Po nëse Ermal Beqiri nuk ekstradohet, çfarë ndodh? Mund të ndodhi, ose më saktë, mund të ndodhi që mund të mos ekstradohet? Janë, si pista ekzistojnë, gjasat janë, natyrisht, sepse pretendimet e Shtyetit francez gjithmonë janë referuar të dhënave që dalin nga ekipet hetimore të vendit përkatës, nëse marrin telefoni për shembull të Beqirit dhe i bëjnë një krehje atij telefoni, aty mund të më duket që s'ka engrur është shaka përpara telefonit të Beqirit. Se aty do kemi në pretendimin e komunikimeve me shërbime të rrangjeve të pretenduese të paktën nga media franceze, jo Mossadi dhe rusit, e kuptojnë që jemi në një trekën shërbimesh që aty pastaj edhe lidhjet me kryeministrin e vendit zotin Rama që janë të shpeshta të shumta, sepse ai kishte dhënë aksesin, ka një gjë këtu. Te kjo histori biznesi, histori kriminale kësaj dosje, ne kemi paxhanakun e kryeministrit pjesë të hetimit. Atje del edhe bashkëshorta e kryeministrit. Tani, kjo histori, Beqiri ka material të bollshëm për të shantazhuar e prorët e djeshëm të tij, të biznesit të paktën. Ndaj këtu vjen që kështu si jo fort i qartë ndërhyrja e strukturës së posaçme me përgjigjen ne dinim. Prandaj paguhesh për të ditur, por njëkohësisht edhe aty edhe për të arrestuar, jo për të autorizuar të bëj biznes gjysmën e Evropës dhe pastaj kur pse një aksident ai ndalohet, dinim ne. Po kishim thënë atyre, kishim dërguar letër porosi. Për çfarë? Letër porosi dërguar për plotësuar hetimet nëse ka episode atje. Por letër porosi nuk di për çfarë arsye ka dërguar prokurori i strukturës së posaçme në Francë autoriteteve përpara ndalimit. Cili është shkaku dhe motivi edhe ligjor, edhe hetimor, të cilin drejtuesi i strukturës nuk e bëri transparent, nuk e tha përse duke i shtuar pikpyetjet e hetimit. Ardhja e Beqirit sigurisht do zgjeroi pjesën e hetimit. Dhe çfarë i ka munguar prokurorit me mungesën e Beqirit në hetim? Dëshmia e tij, marrën pyetje ti sepse materialet e tjera me kontroll të shumta që verën që Bospaku dhe më kanë bërë përshtypje sidomos në vendimet e fundit kur pas 2 vjetësh të kontroll banese. Po merrni edhe një ekip bojagjishti luni shpinën, se pas 2 vjetësh nuk ka aty s'ka as komshi rrotull, jo gjën banesë. Se unë bësh kontroll banese pas 1 viti, pas 2 vjetësh. E ke prokurorin këtu, kontroll banese është emergjenca fillestare me pretendimin të gjesh prova, po një mjet elektronik ku do hulumtosh më vonë. Ti shko mas 1 vit, 2 vjetësh kontroll banese, kontroll zyrash, ku ka 2 vjet që gumëzhin gjithë Evropa se po jetohet Balluku, Beqiri, Rama, Linda, Qameti, i oborrit qeveritar, do bësh kontroll banese pas 2 vjetësh. Formula e pagëzimit vlen tilla raste. E dim gjithë. Në 8 nëntor 1460. Vonesa të qëllimshme? Po unë nuk besoj se janë mungesë profesionale. Tani Karanxha na ndihmon, besoj me dijenin e një prokurore apo të një studenti se çfarë duhet bësh kur shkon një vend ngjarje, si duhet sillet, a do kontrollosh personin fizikisht, makinën, shtëpinë, zyrën. Këta janë adresat fillestare ku edhe një oficer policie pa ja shënuar detyrat prokurorit që është mbreti i hetimit, i kryen si veprime. Dhe ti tani më vjen për arsye të rreth, të bëjmë kontroll banese me lindësin në Vlorë. Kur më 6 muesh? Kemi. Po nuk do gjesh as shtëpinë, jo kontrollin e banesës. Apo zyrën në Kashar, po marrim X al kontroll. Apo do kontrollojmë as 7 zana apo jo? E kemi çështje. Se kjo ka mbetur. Pa e kontrolluar struktura e posaçme. Pra shoh veprime si thosh të ngasta. Njëkohësisht edhe në përgjigjen e pyetjes së zotit Bra kur e pyetën, "Ore do bësh një kërkesë të re për ta çuar kuvendit ti për imunitetin e zotit Balluku?" Kjo as mish as pes as posjo. Kur kishe më pak prova, më pak dëshmi, më pak kanose të cilat janë shtuar në periudhën e mëvonshme, ti bëre një kërkesë. Tashmë me zgjerimin e hetimit, me shtimin e akuzave, me shtimin e miliardave të pretenduar si të abuzuara, të mungojnë provat për të shkuar aty. Pak rëndësi ka se cila është sjellja e kuvendit me rrëzim apo pranim të kërkesës. Prokuroria ka detyrën e vet, e depoziton kërkesën. Pastaj se si sillet kuvendi, se si votojnë ata, është një çështje që nuk i përket prokurorisë. Ti kryen detyrën tënde. Sigurisht. Ne si gazetar na lejohet të ngrim dyshime, sepse sigurisht në bazën e dyshimeve ne ndërtojmë edhe një historik dhe ndërtohet edhe thellimi i hetimit të gjitha me radhë investigimit. Ermal Beqiri, një biznesmen i cili merr tendrënash. Ka marrë persona pengo, andi dim gjithë. Është e ka thënë vetë prokurori. Gerald Meçen. Kanë marrë, nuk është vetëm një rast, ka dhe raste, kanë marrë biznesmen peng. Ka të tjerë? Po, kështu thonë ata, burrat që kanë hetuar atje. Tani ky merr persona peng. Kërcet Dajagu e 2 fegu aty. Po kjo prandaj kanë thënë organizatë kriminale. Buxhetin e kanë kërdis akshenet qeverisin ata. Ajo Sojnike që shkon e vjen atje
drejtoresha, se këtu kemi Beqirin, kemi Karçanën, kemi të Barzanakun, kemi Gysin, kontrollorin e sistemit. Kush është aty te vitet e Gysit? Kush bën shantazh dhe kush tremb? I di Ermali këtë? Kemi bindur që i di Beqiri, i di Agasi. Tani, para jave kishim në lajm, Gumzhin, kolegët tanë duke thonë që është pezulluar gjysma e Durrësit se ka shku kryeministri thaj drejt me Gjys Agasi. Lajm mediatik i shfrenuar. Përse arreston Beqiri më sigurt do ishte në Shqipëri, do arreston askush. Aty ishte aksident ndalimi i tij. Në Tiranë, në Durrës e në Shqipëri, s'kishte kokër polici që i shkonte te dera. Si ndodh me të tjerët, me Agasin dhe shoqërinë e tij. Dhe qartë, ndoshta shkon edhe PKH-ja për të bërë arrestimin. Për rrugë. Po, për rrugë edhe kjo që thoni ju. Ekstradimi Karanja nga pikpamje procedurale sa mund zgjasi. Ekstradimi është një çështje, dhe nuk është se çështja zihet në themel, plotësohen kushtet formale, niset kërkesa nga Shqipëria me masën e sigurimit, që është zbatuar atje, dhe kanë afate, do kaloj procedura gjyqësore. Do verifikohet nëse plotësohen kriteret ligjore sipas ligjit francez që ky person të vijë në Shqipëri. Mund të jetë procesi përndjekjes politike e tjerë, të do ngrihen pretendimet nga ana e mbrojtjes. Se sot persekutohem nga Rama, më ka dhënë shumë tendra. Tash ai ka drejt ngrej pretendimet. Si rasti i Shtufit që thamë persekutuar nga Rama, më mbyti me punë, nuk vi dot. Do të shikohet rast pas rasti sepse nuk i dihet, domethënë se çfarë pretendimesh personi mund të ketë. Kanda, ju dini më mirë se në cilë mund të jenë kushtet ndaluese për ta sjellë. Ndaluese kur gjyqtarit francez i bushet mendja që ky nuk do ketë proces drejt në Shqipëri. Pra do ketë një proces të paragjykuar politik. Dhe proceset politike me thon drejtën këtu sa. Në drejtësia e re, ata e kanë mburur, kanë mbështetur. Tani drejtësia e re me raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit na vjen keq me raportin me një strukturë. Raporti ishte zi. Një strukturë pranë Departamentit të Shtetit kishte vënë drejtësinë të parën për korrupsion. Pra ishte shuplakën e parë. Drejtësinë e re në Shqipëri, tha korrupsionin drejtësi, tha i sugjerojmë biznesmenët amerikanë, sepse kjo është një strukturë këshillimore pranë Departamentit të Shtetit dhe i pajis me informacion. I pajis me informacion shtetësit amerikanë që vinë për biznes Shqipëri. Para keni një sistem gjyqësor të korruptuar, thot. Keni një administratë të korruptuar, thot. Keni mungesën të transparencës, kemi mos reagimit policisë në kohë. Mos piujnë qezme, mos dilë natën. Mos funksionimit të shëndetësisë. Pra, domethënë ai një raporti i Osakut e ka bërë, domethënë i ka dhënë një shuplak propagandës 10 vjeçare të drejtësisë. Pra një që tha, kemi luftu korrupsionin, kemi luftu se ne kishim prokurinë e krimeve të rënda, ne kishim modifikuar dhe e luftonin. Unë kam përmendur, jemi 10 vjet mbrapa, kemi harxuar 400 milionë euro dhe ne kemi dhënë lek me shkatërru sistemin e drejtësisë. Dhe me drejt duhet pa gjyqtari francez do ta shohë. Gjyqje politike ka pasur, por nuk po i përmenim. Domethënë ka pas gjyqje thjesht do politika robi është mburg. Pra nuk lidhet prova ose sepse nga duken këto, nga standardet dyfishe. Për të njëjtin, tamam ai filmi, ligji, dorën e maligjit, njërit leçëm, tjetrit shkop kokës, pra për shkaqe të njëjta, njërit është gjithë shkop kokës është fundos, tjetrit ti vazhdon. Dhe gjykata franceze, që të kthehemi themi, do ta shohë, jemi para një pa e paragjykuar, do jetë gjykata që do vendos, por realisht në Shqipëri ka ndodhur, po është shkatruar sistemi, po. Kështu që do ta shohë rast pas rasti, pse jo mund t'i ndodhi si Ben Ahmeta. Fati që Ben Ahmeta mori azil politik, atje tregon që këtu nuk është mirë. Pra janë fakte këto. Domethënë avokatë Ermal Beqirit mund ta marrin raportin e departamentit dhe e mbrojnë aty. E thon thjesht. Se ka sulmuar ende Rama që të përdoren si mesazhet e Beketit që dy se mëse humbëm 120 milionë euro në arbitrazh. Ndërkohë që sendet e ato sendet që netën të sekuestruar për vite të tërë ushqiten në ankan për 3.000 euro. Pra ne kemi hongër kol po si shtet 130 milionë euro, ndërkohë që të patën e kapëm i 3.000 euro. Pyetja këtu është Rama ku gjendet në këtë histori? Pa jo. Kryeministri i vendit ku gjendet? 130 milionë euro. Është në aferat e përbashkëta me Ermal Beqirin, sepse unë jam tërësisht i bindur që nëse telefoni i të ndaluarit aktual kontrollohet nga autoritetet franceze të cilat ja përcjellin autoritetet shqiptare, duhet kemi në dini këtu që edhe francezet janë pjesë e grupit bashkë me Belgjikën dhe Hollandët të lëndës së Sky Encruz.
Ata kanë materiale edhe të mëparshme, një prokuror francez është prokurori drejtues i grupit për gjithë magazina në Sky Anchor. Dhe unë kam përmendur herë ka thënë një nga prokurorët francez kur është njohur me badërdinë e komunikimeve të bandave të pushtetit politikës nëpërmjet Sky Anchor, thanë kur të mbaroj kjo histori duhet vajtur në Shqipëri dhe duhen fikur dritat në shumë institucione. Ka thënë tekstualisht kështu për Shqipërinë. Duhet vajtur dhe duhet fikur edhe kur ti shkon për fikur dritat në institucion, ke marrë vesh pikërisht nga këto materiale hetimore që prokuror, gjyqtar, bandit, deputet, ministra, kryeministra kanë qenë bashkë në një zyrë. Kanë masakruar vendin. Pra kjo është, pra ata janë të informuar për sasin. Nga Sky Anchor s'ka dalë gjë përveç se këtyre të grupeve kriminale. Ka dalë plot, janë ministra, deputet kanë dalë, po okay, dakor. Ministra. Do them unë, 4-5 ministra në trafikun e drogës. Kanë dalë antar të vetingut, duke bërë pazare. Të drejtësisë së re, duke bërë pazare. 500 milion shkallë parë, 1 milion shkallë dytë. Aty i ke pazaret, aty i ke komunikimet. Reagimi i drejtësisë për të ndëshkuar këtë, kjo mungon. Madje këta që kanë marrë raporti i fundit që tha vini, PVO. që thot Karanja me të drejtë, raporti i fundit në këtë adresë shkon sepse mjaft është mjaft. Ata po marrin informacione të vazhdueshme të mosreagimit, të përfshirjes, të konsumit, të atyre që janë targetuar të shkuar në zyrë për tjetër punë dhe po bëjnë një tjetër punë. Po korruptohen vetë dhe s'pëloftojnë korrupsionin. Këtu kemi mbërritur ne. Ndaj them që Beqiri do jetë një histori shumë interesante. E qartë. Të ndalemi tek një tjetër çështje. Akuzat e reja ndaj Ballukut që komunikoi SPAK. Sigla tutëm. Belinda Balluku ish zëvendës kryeministre dhe ish ministre infrastrukturës dhe energjisë, tashmë është marrë pandehur për tunelin e Llogaras, që ishte një akuzë e mëparshme që u morë pandehur në tetor të vitit 2025, dhe tashmë për të gjithë lotet e unazës së madhe, me vlerë që shkojnë disa milion euro. Dhe sigurisht ka dhe dyshime SPAK edhe për akuza që përfshin dhe korrupsionin dhe pastrimin e parave dhe jo vetëm shkelje të barazisë në tendra. Sipas SPAK, e njëjta vepër penale atribuohet e përsëritur rreth 9 herë. Kujtojmë që në mars të këtij viti, pra, Kuvendi rrëzoi kërkesën e SPAK, kërkesën që çoi për një mas sigurimi ndaj zonjës Balluku, qoftë arrest në burg apo qoftë arrest në shtëpi, por një kërkesë e cila urrëzua nga Kuvendi i Shqipërisë. Megjithatë, edhe nuk ka shkuar një kërkesë e re, SPAK ka kërkuar shtyrjen e hetimeve edhe me 3 muaj të tjera dhe mbas 3 mujorshi do duhet të shihet se si do të shkojë kjo histori hetimore. Ta nisim së bashku, Karanja, tani çfarë do thotë? A mund të kërkojmë Karanja bashkërisht edhe diçka që unë jam përpjekur ta kuptoj te njoftimi i strukturës posaçme Karanja, pra me përvojën e madhe që keni si prokuror. Aty është duke qenë përpjekur, do thënë, dyshohet edhe për pastrim, pra dyshohet edhe për korrupsion. A mund të thotë, duhet të jetë më i qartë ndoshta prokurori i SPAK thotë akuzohet, se prokurori me akuzë dhe me dyshime shkon në gjykat. Tani njoftimi për shtyp duhet nga gardenia që kemi marrë nga media, akuza e parë Ballukut i është njoftuar në tetor të vitit 2025. Nuk u paraqitet herën e parë, mori motrën si avokate herën e dytë, masanej mori dhe një avokat tjetër, por u njoftua e pandehur për tenderin e tunelit të Llogaras. Tani, kur një person është i pandehur, nuk mund pyetet më nën hetim. Pra, kur njoftohet akuza tjetër, pyetet këtij pandehur i atribuohet, pra bëhet një plotësim akuze, dështim. Neni 34 e ka të qartë. Pra të shtohet dhe një akuzë tjetër, pra është pyetur me cilësinë të pandehur dhe organi i prokurisë e akuzon për këtë vepër penale. Pra për veprën penale për cilët ka bërë dhe njoftimin për shtyp që të mos bëjmë përsëritje. Është shtuar akuza për shkeljet pa barazisë në tender dhe për lotet e unazës madhe. Për gjitha është shtuar dhe për atë vilën që diskutohet në zonën e Dërmiut, por tash kaq është kjo çështje. 3 muaj për çfarë kërkuan? Kaq është kjo çështje. 3 muaj për çfarë kërkuan? Po 3 muaj kryen veprime hetimore. Pra të kuptohet, do merren dëshmitar, pyeten dëshmitar, bëhen verifikime. Për shembull, këto kontrolle që bën do shifin çfarë provash kanë gjetur. Por tani, më lër të bëj një pyetje tjetër Karanja. Nëse SPAK deri në këtë moment do ishte i plotësuar dhe do ishte i bindur që ka arritur të qep një dosje, a do vazhdonte të kërkonte më? Kur deri këtu po themi vërtetohen këto akuza që janë ngritur. E ka të nevojshme të shtyje timin më 3 muaj se mbas 3 muajsh mund dali diçka tjetër dhe ti shty deri ku shkon. Unë andi jam për atë. Faktet e reja hetimore mund ta shtyn, mund ta kërkojnë. Unë andi jam për atë. Hetimet duhet përfundojnë kohë sepse struktura e posaçme për këtë punë është krijuar.
madje ne s'mund të bëhet, unë jam kundra copëzimit. Se këtu nuk e të arrestuar, ose ato që janë s'ka rëndësi masa, për mu për shkelit barazistë. Si punë incineratorët po shkojmë, copëzot. Duhet të hetohet në mënyrë te kjo dosje, duhet bashku çështjet, tu jemi para bashkimit çështjeve. Se janë çështje të rëndësishme, mos merrem me kryetarët e komunave ose që ju gjet njërit një mesazh e porositi një vot. Ja, s'duhet me çështje kodit tash. Kjo çështje është çështje thelbësore dhe shqiptarët duhet me këtë çështje duhet të kenë zgjidhje për Tecin, çështje Tecit. Ka lidhje apo jo? Për rrugën e Arbrit, për rrugën Thuman Kashar. Po flet për 2 tigrat në Vlorë. Po tigrat 2 tigrat 20 milionë euro për të mirëmbajtur, ndërkohë që ata kanë kushtuar 15 për t'i blerë. Po duhet të bëhen gjithë me një çështje. Dhe është më burnore, nuk ka vepër, çohet për pushim për këtë akuzë, pra është domethënë dyshohet dhe për këtë e merret pa nderë dhe e pushon. Por po të ndahet çështjet, njëri Gozhës, tjetri patkohet, njëri ne tjetri ne këto dosje po u ndan ngelen si çështjet e incineratorëve. Siç kemi diskutuar për Erion Velin. Erion Velia është për çështje personale, por te incineratorët, të cilët ka dokumente firmose. Ka dokumente të firmose për cilët opozita shqiptare ka protestuar 100 ditë para bashkisë, 100 ditë. Asnjë nga këto çështje s'ka lidhje. Për të cilat kryeministri ka firmosur. Të cilat tani problemi kush është? Çështjet qendrore shmangen, çështjet pa lidhje u gjeti vilë në dërmi, po s'është pse, kaq që ka punë vile që ka shumë e thjeshtë. Për mos ta arrestojmë për i vilë, absolutisht jo. Por duhet të hetohet çështjet thelbësore, Teci, 2 Tecet, 2 tigrat e Malajzisë që janë aty. Rruga e Arbrit. Bangladeshit. Po tigrat e Malajzisë është janë ca tigrat që e di edhe janë tigra ekonomie, filmi Sandokanit, pra ata janë këto tigra ato gjëra. Pra duhet të kemi një çështje, sepse po ndajo hiku. Pra një çështje këto të 2 generatorëve lundrus. Këto janë në mënyrë të pavarur për mua. Është më burrnore. 100 milionë euro deri tani. Pushim këto sepse ne po merremi me një vilë që vila në vetvete 114.000 euro me 100 milionë euro. Kjo është diferenca. Duke llogarit kostën e ndërtimit, sepse nga akuza, sipas akuzës, kjo vilë është marrë për pasojë si pasojë që i ke bërë një shërbim atit. Por kjo kosto është e ulët me 200 euro metri, me 100 euro metri, sepse e ka bërë vetaj. Pra, po ti hysh, vila nuk është problemi që kemi ne sot. Dhe te Veliaj, si janë brekte Ajonës problemi, se ky qeka, po jo mërsian. Neve dyshimet është incineratori një. Çështja e dherave, është rrit vlera fiktive e ndërtimeve në Tiranë, nga dherat. Ku janë parat e dherave? Ose firmosja nga Erion Velis marret e kompetencave të Këshillit Bashkiak. Sepse qëllimisht nuk është fut Këshillin Bashkiak, që sepse kishte votat, nuk i merrte votat. Atë këtu ne kemi shmangje. Dhe kemi maskim që ky po dënohet për çështjen qendrore. Ja, nuk është çështje qendrore. Po amnistohet. Velia biles nuk është çështje, madje është amnistuar dhe ndihmuar. Dhe kjo të lind dyshimi që të çështjet që je me shefin shpoton, te këto çështjet e tjera, po dole nga rreshti, kam zhrikun kokës. Jo. Prandaj duhet të jemi korrekt. Të gjitha çështjet të hetohen me një dorë, se janë çështje të mëdha këto. Janë të barabarta me gjithë procedimet që kanë në dorë ato. Ti duhet t'i japësh zgjidhje. Ka faj për këtë çështje, ka faj. Nëse ka, ndahet çështja për autorët e vërtetë të veprës penale. Kjo është zgjidhja e vërtetë. Kapja mas çështjeve sekondare. Jo takove atë, jo takove Iglitarin, jo takove Alban Bushën e tjerë ose takove kombëtarin, këto duken shmangje. Për mua duken si shmangje. Faleminderit Karanxha. Çollaku, pse mendoni se u kërkuan edhe 3 muaj të tjera? Përse mendoni që deri tani zgjati, domethënë ka zgjatur kjo çështje, ta themi thjesht. Ose është të zgjatur hetimi. Përse u kërkuan edhe 3 muaj të tjera dhe pret një kërkesë të re se ka qenë mars, nuk e di se ç'kan bërë deri tani hetuesit aty. Kryeministri Balluku duket që ka pushtet të madh ndaj zëvendëskryeministit Rama. Kush? Kryeministri Balluku. Ndaj zëvendëskryeministit Rama. Sa se bëre lapsus. Ai është është kryeministri që lapsus. E din gjithë shqiptarët. Prandaj sillet s'paku kështu, sepse ai detyron zëvendëskryeministin të ndikojë tek strukturat. Por ajo çfarë struktura e posaçme njofton her pas here, nuk e di ai lexojnë vetë njoftimet e tyre. Dalë thot prokurori në një njoftim të mëparshëm, thot dyshohet për korrupsion, për pastrim parash, për fshehje pasurie. Është njoftuar para një muaj të gjys. Ai ka thënë dyshim, po dyshimi akuzës tani, le mos luajmë gjysisht. Tani, sepse çdo procedim penal për funksionar publik shoqërohet me hetimin pasuror. Kjo është, le të themi, shkon më një herë në kuadër të ligjit antimafia. Dhe fshehja e pasurisë, pastrim parash, korrupsion,
Përveç se kjo shpërdorimi i detyrës, unë nuk di si ja kanë vu këta dietarët e drejtësisë këto emër. Kjo vjen emër ti. Ti nëse e ke shpërdoruar detyrën, ke shkel ligj, ke bërë diçka të padrejtë. Ke vjen sa para për t'ia dhënë dikujt. Çka ka prodhuar shpërdorimi i detyrës? Ka ndryshuar aksin e satelitit 1-3-20 atje në galaktik ku gjendet. Dhe tani vjen në kërkesën e tretë të përsëritur struktura, apo sa do të zgjasim me time. Dhe kur doli historia e Vilës, kur zonja ishte te Alp Kontrolli, mu thash, por këta kanë marrë punktu për shkën te Alp Kontrolli, apo kanë filluar me Alp Kontrolli dhe do vinë tek të tjerat. Sepse sedi i parë i akuzave, i pretenduar dhe i lajmëruar edhe në kuvend, me ato 16.000 faqe të dërguara, me ato 3 furgona, ne kishim 3 furgona prova. Sa e ndodhën tani, ashtu dhe 3 tjerë, të shesh bërë një trend me prova, dhe ti nuk ke një kërkesë për ta çuar në kuvend? Se parlamenti rrezohet atë. Si zien kalamaj dikur më rrahi kom shiu. Por parlamenti mund të bëjë çdo e dyshon si ngarkesë pune, e dyshon si paftësi për ta hetuar këtë çështje ashtu siç duhet, apo ke dyshimin që qëllimi dhe gjykatës, se nuk duhet të ndajmë prokurorin dhe gjykatën, se këtu janë bashkë në këtë histori. Këta njerëz kanë detyrim të ruajnë parat publike nga hajdutët publik. Dhe kur ti konstaton në kapitullin e parë hetimor, ishin 1.1 miliard euro tenderime për cilët po heton pa abuzime të mundshme. Vajtën e 6 lote të tjera. Edhe kjo historia, të kam thënë në dijenin time, edhe kjo e teceve të gjeneratorëve lundrues është një çështje, një padi e re që po shkon në spak. Ku Zoja Balluku është vetë firmtare e kësaj kontrate, prap. Tani, edhe të tecet, rruga e Arbrit është një katastrofë më vete. Pra ku gjenda firmën e saj. Nuk kemi miliarda euro që shkojnë në sasinë pothuajse të një buxheti vjetor. Ti shkon 4 miliardë euro, 5 miliardë euro shpërdorime marramëndse. Dhe me drejtësi sa Karanxha, kur del kryeministri, se kjo nuk mund të hetohet kjo çështje e Ballukut pa Edi Ramën të pandehur. Përse? Te incineratorët ka firmuar se Edi Rama i ka dhënë bonusin 8 pikë për fantazmë kompani e jo ekzistuese. Unë nuk e di cili prokuror, mirë që kemi prokurorin të pranishëm. Kur ti firmos ajrin dhe merr para nga shqiptarët dhe ja jep hiçit të pa krijuar dhe hiçi krijohet mas firmës tënde, mas i ka marr parat, nëse ajo po ulore që unë kam shkel ligjin kryeministrit. Pse nuk e merr ti për ta pyetur? Pse nuk e heton? Nuk e bënte dot Erion Velia incineratorën pa firmën e Edi Ramës. Nuk e bënte dot. Dhe ti nuk mund ta hetosh Erion Velia pa Edi Ramën në këtë gjë. Se ka dhe çështje të tjera pastaj me Eko Veronën, me Eko Tiranë, që është ajo që atje ndrageta 49% e ka ndrageta ndali, kurse 51% e kemi ne shenjtorët e bardhë. Si ka mundësi 49% janë para mafiozësh dhe pjesa shqiptare që nga e bardhë, apo historia ndërtime para ndragetës në Tiranë, para me Bashkinë e Tiranës, edhe ajo që nga 2020 e pahetuar prej 6 vitesh. Këtu tani kur vjen tek kjo historia, edhe është me Edi Ramën, po edhe historia e Berinë Ballukut është me Edi Ramën. Si mund ta hetosh ti lejet e investitorëve strategjik që janë trafikant droge në Burg sot e kësaj dite? Nga Burgu kanë marrë leje ndërtimi. Të firmosur nga Balluku dhe nga Rama. Nga Burgu? Po nga Burgu. Edhe lejet e fundit, hapa zhtën, kanë shkuar këta më në fund. Ju ra rruga BK-s dhe nga zhtëja. Është larg zhtëja, nuk e kap dot as me satelit, është afër të VSH-s. Si zyrë. Kanë mbrit ata nga treni atje se si ishte zhbllokuar punimet e gjetën zyrën. Kanë sigurisht sa dosje, sepse dosja tjetër që ka shkuar në spak, në gjykat, ka dhe vëllezërit e kësaj krya zhtës, asaj zonjës atje, që janë prapë në një grup të trafikut drogës e të bandave të suelçelës. Por janë rrethuar gjithë çështjet, janë rrethuar nga trafik droge, sepse ajo që shofun është Albanian Files, Aruba, Akshi, Balluku janë dosje e përbashkët. Dalin tek kjo e Arubës, ketë panderur që dalin edhe te Akshi, edhe te Balluku. Te Albanian Files, ke çështje që dalin te 3 dosjet. Këta duhen bashkuar. Ke pandehur të njëjtë që shkëmbejnë para vendime, pasuri, pastrime. Dhe duke qenë se kështu siç thoni ju, Çollaku i bie që Shqipëria që nga thjesht një dosje e madhe e spagut. Dosje mafioze, është po çfarë tjetër. Po kush del e thotë ju kësaj? Është kaqzi, është gjitha kaqzi? Po ata që kanë dorë për ta çngjosur pak deri tani nuk ja kanë dalë. Tani, për sa kohë unë shoh aty që në 5 takimet e Arubës nuk e di kush mungon. Nga qeveria ke, nga bota e trafikut ke, nga bota e medias ke, nga bota e biznesit ke. Dalje pasi kush është? Janë me emra atë. Por të nderuarit unë i di me gjatësi, po me emër unë nuk i di. I di me data, i di me emra, i di unë. Me emra biznesit
politikanës, pushtetarës, si ne, i Dinat e Spaku, e cila thot, autoritete politike dhe funksionarët lartë shtetëror. Kur ti thua këtë, ti di emrin e individit pjesëmarrës, se nuk mund ta targetosh autoritet politik nëse ai është atlet, bën 100 metrëshin. Më lejon që me qënë se jemi këtu të kalojmë pikërisht tek çështja e Rubës edhe pak tek Zvërneci, do doja regjia të më kaloje me siglën dhe diskutojmë pak çfarë po ndodh në Zvërnec, emri Artur Shehu, takimin e Aruba, sekuestrimet e gjitha me radhë. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar miratoi kërkesën që bëri SPAK për sekuestrimin e një pagese për blerjen e tokës së Artur Shehut në Zvërnec nga 2 vëllezërit nga Katari, është vlera 128 milion euro. Ndërkohë ka pasur arrestime edhe për këtë dosje dhe u arrestuar Resota, u lanë arrest në Burg, u dha arrest në Burg dhe për Artur Shehun dhe Ilir Shtufin, i cili tashmë është i arrestuar në Greqi dhe pritet të bëhet ekstradimi, të cilët u akuzuan për pastrim parash dhe grup kriminal, hetim që lidhet me trafik droge dhe sigurisht jo direkt me projektin turistik që kërkohet të zhvillohet në Zvërnec, pasi ky është një derivat që ka dalë gjatë rrugës. Toka është rreth 180 hektar në Zvërnec, sot është e kadastruar, pra regjistruar në emër të 2 vëllezërve nga Katari, Mohamed Muataz Ramez Al-Kayat, përmes Sazan Development Holding, pasi Artur Shehu ka shitur atyre. Ndërkohë, një ditë më parë, mbrojtësi ligjor i Artur Shehut, i cili është Kujtim Cakarni, mik i emisionit ton, e ka quar dhe anomali juridike dhe faktin që është sekuestruar vetëm llogaria bankare e Shehut. Ndoshta toka sot vijon të jetë e pasekuestruar. Pra toka që është shitur dhe janë bllokuar lekët, por toka jo. Ervin Karanja, si një nga njohësit më të mirë të ligjit, tani si e kupton këtë ti? Vetë si prokuror çdo bëhet tani këtu. Bllokojmë lekët, po tokën jo, apo bllokojmë të dy, apo s'bllokojmë asnjërin? Çfarë do kishte bërë Karanja si prokuror? Çfarë do kishte bërë Karanja si prokuror? Kjo është pyetja. E para duhet bëhemi nacionalist. Ç'kuptojmë me nacionalist? Në toka nuk ikën aty, është prapë vino. Duhet bëhemi nacionalist, duhet të hetojmë veprat të cilët kanë cënuar popullin shqiptar dhe paratë e popullit shqiptar. Hetimi parave drogës, kemë thonë dhe herë në studion tuaj, është hetimi i dytë. Pra të parën do hetojmë ato që kanë gabit pronat e gjitha, dhe e dyta është paratë e drogës. Duhet të totë është veprimtari e palishme, pra shërbimin ndaj ndërkombëtarëve. Aty toka duhet verifikuar nga Zvërnecin pish Shpëro. Dhe kjo duhet jetë kryesorja hetimi SPAK-ut. Për mendimin tim, hedhja e bombës të se jo, erdhën to para, erdhën lekët tani, duhet pa dosja kryesore drogës dhe si kanë ardhur. To janë, për mua janë sekondare. Prona duhet hy në qeliz. Pra hetimi duhet merret me pronën. Dhe është duket si koincidencë, pikërisht dosja ka 5 vjet në dorë. Tash pikërisht në kohën e protestave, këllëset një jo u arrestu, ky jo boj. Toka të verifikohet. Nuk mund të jetë pronar, ai që është pronar, nëse është tokë e gjyshit vet, ta gëzoje, ta trashëgoj. Por hetimi dhe verifikimi i dokumentave nga fillimi në fund duhet bëhet. Pse jo dhe me dokumentacionet merren në Turqi? Shkojnë të merren në Turqi, çka ka qenë prona deri 1900 ka një falsifikim të një përkthimi turk. Po, do shkohet në Turqi dhe ne kemi detyrim të parin kemi ndaj kombit shqiptar. Nëse është pronë e popullit, zgjidhet kjo punë. Paratë e drogës edhe ajo punë zgjidhet. Konfiskohen, produktet kalojnë prapë dhe ato në favor shtetit. Pra se këtu janë. SPAK-u përse nuk e ngrin titullin e pronësisë, ta ngri si titull pronësie, tashmë tokën që ka kaluar 2 vëllezërve nga Katari. Po të bllokohen vetëm paratë e Artur Shehut, sepse këtë dua të kuptoj unë. Nuk e kam fare këtu unë se këtë individi, çfarë si fare me individin se tokën nuk ka bler unë, ka bler tjetri. Ana procedurale, çfarë do të thotë që SPAK-u nuk guxon të pengojë zhvillimin e një projekti ta bëj pyetjen kështu? Se kështu i bie. Nuk ka të bëjë me zhvillimin fare. Ajo andi është më e thjeshtë. Nëse kjo tokë është e popullit shqiptar, paratë i marri populli, të mos i marri hajdutët që kanë vjedh tokën, sepse është pronë kombëtare. Është pronë kombëtare, nëse duhet hetohet pronësia. Se neve po hetojmë për llogaritën ndërkombëtarëve. Vinë ato dhe këto janë paret tona, ato është investimi i drogës tu, siç kanë qenë agjentët e Bashkimit Evropian të vendeve të Evropës, hetohet pronëtarët. Pse shmanget? Bides kjo dosje duhet merret hetimi nga Pishpëroja deri në Zvërnec. Ka qenë dhe një deputet
i Parlamentit Evropian dhe këtë ka thënë, dhe Bashkimi Evropian. Kërkojmë transparencë. Kjo shmanget, si të shkon dhe me dosjet e tjera që shmanget, dhe kjo dosje të hetohet çështja e drogës, janë pro të hetohen. Kush vjen nga paratë e drogës, procedohet. Por çështja e pronës mendoj duhet të jetë çështje e veçantë. Duhet të hetohet në mënyrë të veçantë, sepse është pasuri kombëtare. Ne kur setojmë pasurinë kombëtare, merremi çka ka ndodhur në Aruba që do vinë parat e drogës. Këto tjetë e para. Kujt janë këto prona, si janë marrë këto prona? Shkohet në Turqi, dhe duhet kemi kujdes sepse mund të falsifikohet edhe rrugës kthimi i përgjigjes. Pra duhet të shkohet nga arshiva turke, të jetë dokumentuar, transporti, jo të shkohet edhe në Stamboll, se kanë shku. Të verifikohen gjithë sepse mund të jetë falsifikuar dokumentu, por atje nuk e falsifikojnë dot. Se ne jemi, ato që ka ndodhur këto 35 vjet në Shqipëri, 36 vjet nga kohës së demokracisë, se ka bo as turku, as Enver Hoxha, as italiani. Janë falsifikuar dokumentet, pra ne jemi shtet që s'majmë do të brek tona. Brekët nuk i majmë do të antesh. S'mash do të letët. Pra kur s'ma do të breket ti edhe këtu të shi. Meru me tokën që të ka vjetë, ja se të kanë ardhë ca lek nga droga në 2020. Ore edhe to edhe ata ka garantuar dikush, pra investitorë që kanë ardhë. Faleminderit Kalamta. Kush ja bëri targat tokës? Kush e veshi me letra këtë? Investitori vjen, i drejtohet autoritetit shtetëror, kryeministri në këtë, sa e është, le të themi, zëdhënësi më i madh i këtij investimi. Dhe këtë dosje që i depozitohet aty, certifikata pronësie, dalin nga një zyrë, dokumentacionet e arkivës dalin nga një zyrë, shkresat e institucioneve, agjenci pronash, ATM, këto kanë dalë nga zyra përkatëse. Kemi pas ndërkohë në vitin 2016, se bëhet fjalë për Bregdetin, kemi pas një task force të qeverisë aktuale, drejtuar nga ish deputeti Alket Hyseni, për mbi vendosjen e titujve të pronësisë në Bregdet. A duhet të jetë pjesë e hetimit edhe lënda e këtij komisioni për titujt e pronësisë në Bregdet, ku gjendet edhe sipërfaqja e Zvërnesit? A ka një krehje, le të themi, hetimore të atij episodi, të asaj periudhe me këtë aktuale? Dyshon që kjo task force mund të ketë legjitimuar mbi vendosjet e qëllimshme? Ka pasur padi në krime të rënda për këtë. Padi në krime të rënda? Po. Nga individ të caktuar për... Hyseni ka qenë i paditur për këtë task force. Ka qenë i paditur në krime të rënda, u gjet një prokuror që nuk pa elementeve personale dhe pushoj, ai duhet rimar, duhet ripar. Se gjithmonë ta prokuror që pushon çështje është përblen, dhe është përblyer. Ata që janë marrë me këtë histori. Edhe ai që u mor, ne kemi hetuar, Zvërnesi është hetuar në Vlorë. Ka dalë në rregull. Kush ka qenë prokuror? Bravo, ka qenë prokuror. Kreu i Spaku sot. Po. E ka hetuar çështën e Zvërnesit. Dhe ka nxjerrë rregull. Ndoshta s'ka qenë gjithë kjo sipërfaqe, por një hetim ka kaluar mbi këtë çështje. Nga drejtuesi aktuali i prokurorisë, në atë kohë prokuror në Vlorë. Tani, gjithë këto, zinxhiri institucional, duke shkuar deri tek AZT-ja dhe kryeministri që finalizojnë sigurinë dhe garancinë tek investitorët që vjen. Sa nuk do shkoj të hetoj zyrë me zyrë, si është historia e tokave. Ja vendi të person, zotëri thotë që në rregull, urdhër pronar, në shumë marrëveshje, filloi investimi. Tani ka diçka o Basir në funksion të Basirit. Po. Ato janë copat mëdha, nuk ke pse lodhesh koti. Se po merresh me 500 metra tokë. Prokurorisht po merren me 100 metra me punë gardësh, mos merren me këtë modë. Ka një prokuror nga puna për 20 metra shtëpi? Për 20 metra shtëpi. Ajo është 600 hektare me mira hektar tokë, në sipërfaqe. Është në rregull thotë. Po shihni pra se çka kanë aty. Shkoni merrni çik te prokuroria Tiranës procedimi penal numër 3146. Transkriptoni kush ka fol aty dhe sepse ne po marrim skaj. Se ka dhe një ka dyshimit aty brenda, duhet se edhe për një falsifikim të një përkthimi nga Osmanishtja e vjetër. Tani, struktura e posaçme ka ndarë të çështë në fraksione, 278, se prandaj them kujtojnë senatorën dhe kjo. 278 fraksion 1, fraksion 2, fraksion 3, dhe fraksioni i pabër publik akoma është kjo e funksionarëve të larë shtetëror dhe autoriteteve politike. Aty fillon. Ata janë në tavolinën nga 5 takimet e organizuara, gjithsej kanë qenë politika shumë të rëndësishme. Flasim për dosjen e Aruba, kjo që është 5 takime? 5. Dhe në të 5 ka pasur zyrtarë dhe politikanë? Që kemi të niveleve të çuditshme. Të çuditshme them që urdhërdhënës dhe urdhërmarrës. Atëherë, ç'është ndodh këtu? Në letërporositë e këmbyra me strukturën së posaçme me Francën, Belgjikën, Hollandën, ka përgjigjet e ardhura prej tyre, një pjesë e cilëve tashmë janë edhe mendimet e gjykatës së posaçme, ne aty i kemi lexuar, aty thotë
për Artur Sheun, Alfred Hamzain, Bashkim Osmanin, mos gaboj, që pretendohen dhe akuzohen se janë krerë të grupit të trafikut të drogës, para e përfituar nga ky trafik pastaj është pastruar se nga hajtimi i rrugës është zbuluar Zverneci. Aty kanë dalë dhe Zverneci prokuror, duke hetuar se nga shkojnë lekët e drogës. Dhe tani, në përgjigjen zyrtare, njëri nga vendimet duket e kanë faqen 13 dhe 14. Këtë, ku thot, ky grup ka trafikuar tonelata drogë. Kjo është shprehja e shkruar në vendimin e gjykatës. Tonelata drogë. Kur ka trafikuar tonelata drogë, ka marrë dhe paratë e këtyre tonelatave. Se nuk thot u kap, janë kap të tjera. Por thot i ka trafikuar tonelata drogë. Vjen përgjigje nga francezët, belgët, holandezët. Dhe këto tonelata drogë prodhojnë qindra milionë dhe miliarda euro. Dhe kjo para pastaj, ku u pastrua më zotrin? Unë nuk e di sepse struktura e posaçme nuk duhet të ketë asnjë lloj kompleksi. E dim që ka mafien kombëtare dhe ndërkombëtare përballë. Ka një pushtet miliardash përballë. Po tani ti duhet bish kokës zotrin. Nëse del kryeministri, shko te kryeministri. Se ai është Chelsea, shembe të tjerët. Nuk arrestojnë dot. Nëse ti pret që kryeministri bëhet ish kryeministri dhe ky ta mbaj me dhunë 30 vjet pushtetin, çam duhet më spaku? Shkrijmë që nesër. Ne na duhet rezultati i strukturës posaçme dhe i gjykatës posaçme. Nuk na duhet godina. Fakti që duhet rezultati. Fakti që spak. Ky ngërç, kjo ngadalësi dhe kjo pamundësi veprimi dhe ti mi thua mu këta politikanë po i lëpër më vonë. Qa, po i lajmëron të largohen? Po i lajmëron të rregullojnë paratë? Po i lajmëron të rregullojnë pasuritë? Ata që takime din, ë? Sigurisht që din. Ure dimën e tjerë. Dalem animatoni kemi listën me emra. Shkret parlamenti po ti hedhi spaku letrat. S'ka nevojë pas lloj proteste. Parlamenti shkon në shtëpi. Përse nuk i sekuestron tokat në Zvërnes, këto 2 toka, këto, të ngrit titullin e pronësisë sepse duhet kuptoj një anë procedurale që duhet ta bëjë prokurori. Ai mund të jetë një sekuestër konservative mbase në verifikimin real të titujve të pronësisë. Për me shku tek sekuestrimi thash duhet shkojmë edhe te kjo task force. Duhet shkojmë edhe te zyra të tjera, te arkivi, tek kadastri. Ore, ai mori po të kishte mundësi Rama sillte edhe detin e Vlorës në Tiranë. Pse mori kadastrin e sollën në Tiranë? Mori për të bërë të zullume. Po kadastrin e qeverisë të gysi nga 2024. Se në 2024 ka filleset kjo rromuj. 2024. Që në 2024 ku Agazi e mori kadastrin në dorë, pra prandaj është organizatë kriminale kjo dhe themun lidhet Aruba me Akshin në Ballukun lidhen bashkë. Me ndryshimin e statusit e ligjit. Po ligjit që gjyqet e zonave të mbrojtura. Me një grup deputetësh. 2024, ajo. Të gjitha këtu lidhen bashkë. Atëherë, si mund ta lësh Edi Ramën pa përfshirë në organizatë kriminale? Rama është vetë denoncuar si akuzuar në pjesë të kësaj organizate kriminale, sepse ligjin nuk mund ta kalësh pa Ramën. Vendimet që ka firmosur për leje ndërtime i ka emrin aty. Dhe duke firmosur ai për gjithë për ndryshim ligji, për dhënie lejesh, për titull e pronësisë dhe për gjithë këtë, unë nuk e di se cili prokuror mbyll vesh DSU dhe nuk e përfshin si pjesë të organizatës kriminale kryeministrin e vendit dhe në krye të organizatës. Një qartë. Shkurtimisht regjia më kalon me signën se duhet diskutojmë qenë se jemi tek çështja e sekuestrimeve, të kuptojmë pak çfarë ndodhi me dosjen Aruba, me dosjen ku përfshihet emri Dritan Gjigës, Elti Dizdarit, vlera e pasurive të sekuestruara deri tani, por çfarë ndodh me këto? Sigla. Në bilancin e publikuar nga SPAK për datën 1 janar deri në 15 korrik 2026 janë 183 procedime penale të përfunduara, rreth 65% më shumë krahasuar me vitin e kaluar të së njëjtës periudhë, dhe sekuestro preventive mbi pasuri me vlerë rreth 440 milionë euro në kuadër të 5 procedimeve. Pra në 7 muaj, dy fishi sekuestrove të gjithë periudhës nga 2020 deri në 2026 që përfshin 220 milionë euro. Aktualisht përfshihen mbi 150.000 metra katror tokë pyje, 60 vila, apartamente, struktura hoteliere, 10 shoqëri tregtare, 620 llogari bankare, 100 automjete, mjete lundruese dhe SPAK thekson se kjo është sekuestro preventive, pra nuk jemi akoma në kushtet e konfiskimit përfundimtar. Tani, që ta kuptojmë, sa vështirë është për SPAK-un, sepse bëjmë një koncept, janë 420 milionë euro të cilat janë sekuestruar. Mund të shkohet për të gjitha këto në konfiskim? Jo, nuk mund të shkohet, sepse pasurit do të bëhen hetime, do kryen hetime, sepse vepra penale e pastrimit parave, ne këtë vepra kemi marrë nga perëndimi, dhe ne nuk mund të bëjmë në deviacione nga ato që marrim perëndim. Dhe qëllimi i neni 287 kodit penal, nuk e di se janë këto shkencëtarët e reformës në drejtësi që bën shkencë, ka qëllim parandalus, të
kuptohet me qëllim parandalus? Me qëllim parandalus kuptohet që pas ti bën një jetim që mund zgjasë 1 vit, 2 vjet, 3 vjet. Dhe në fund procedohet që ky person konfiskohet pasuria, pra qëllimi është konfiskimi i pasurisë. Por para se të shkosh te konfiskimi, nga sekuestrimi te konfiskimi është shumë larg, është me mijëra kilometra, shumë larg. Prandaj SPAK-u dhe shteti shqiptar duhet të ketë kujdes te administrimi i pasurive të sekuestruara. Shumë kujdes, sepse çfarë ndodh aty? Degradimi i pronës. Për shembull, po e marr shumë thjesht. Ti ke bloku një makinë tipi funit, një Ferrari. Po? E bloko sot dhe e çon në Lundër e matë. Kjo Ferrari, po su mirëmbajt për 5 vjet kthehet në barake. Nuk bën më. Pra ti duhet ta mirëmbash. 200-300 euro ikin dëm, po ikin dëm. Kemi rastin e Agon Channel. U sekuestruan prona me vlerë mira euro dhe në fund fare mas 150 milion euro ne. Humëm gjopën shteti shqiptar 130 milion euro, 150 bashkë me kamat vonesat. Dhe në fund fare sendet e Agon Channel u shitën në ankat me vlerë 3.000 euro. Pra është makinë skrapi. Pra ti i shkaktove shtetit 130 milion euro dhe në fund fare morëm 3.000 euro. Që 3.000 euro, aq më tepër që tash që ka ra dhe kursi euros është me utau. Nga çfarë po dëgjojmë media këta. Nga po dëgjojmë media këta të korruptumit, 3.000 euro kanë një shishe vere. Pra domethënë gjithë ajo zhurmë e madhe u bars marrë dhe polli i mi. Biles gjysmë se këta 3.000 euro kanë një shishe vere, kanë pagu 5% tavolinës që pinë. Prandaj duhet kemi shumë kujdes me administrimin. Sepse nëse këto pasuri degradojnë dhe nesër mahet pasojë shtetit, atëherë është faj shtetit, sepse ne po thellojmë gropën. Dhe qëllimi i SPAK-ut duhet të jetë kjo pasuri të shkojnë në buxhet shtetit dhe të jetë dhe SPAK-u vetë të jetë fitin purës, në thosë, se jo fitin purës. Bilanci i luftës ndaj korrupsionit. Pra ti u bë reforma drejtësi 400 milion euro. Shpenzimet që merren, mbrojtje, BKH-ja, seminaret e gjërat e tij këto. Vetëm rrogët. Vetëm rrogët, dhe këto rrogët duhet të jenë të paktën të nxjerrësh, domethënë, të gjithë ato që u investuar shteti të ecë. Por nga raporti o SAK-ut ne na del ndryshe. Pra këtu korrupsioni prapa të çfarë fitojmë ne. Këta shkencëtarët e reformës drejtësi kanë 10 vjet që na hedhin ujë në hava. Jo do bëhet kjo. Fund fare departamenti amerikan i shtetit ka qenë shpulla më e fortë për këta mjeshtra. Ka thënë zotëri, korrupsioni drejtësi është i pari. Karandra, se kam dëgjuar 1-2 raste unë që u sekuestruan këto pronat, edhe këto grupet kriminale kanë një shkallësi të çuditshme. I marrin pra. I futën njerëzit e tyre aty. Kjo është praktike e zakonshme. Jo, unë mendoj që sekuestrimi është bërë i gabuar. O bëhet sekuestrën të mos lvizi ajo, thjesht është bërë për propagandë. Pra sekuestrimi propagandë. Më mirë të mos ta sekuestrosh. Unë jam për këtë. E ke gozhdu, të konfiskohet fund. Çfarë sekuestron të konfiskohet. Nëse ti bër firë, bër show e sekuestro kotëm kot ose arresto 30 vet kotëm kot. Në 1-2 dosje të fundit, për shembull u sekuestruan shumë pasuri, dhe vetëm kur shikoj gjatë rrugës unë këto çollaku që rikthehet kjo pronë, rikthehet kjo pronë. Është thyer me drejtante. Nuk sekuestrohet, pra është... Pra diferenca mes sekuestrimit dhe konfiskimit, cila është? Është shumë e madhe. Por, thash i ritheksoj sepse flasim ligjërisht, flasim emocionalisht. Konventa për depistimin dhe parandalimin e parave që vjen nga krimi ka si qëllim parandalus. Pra ti e heton veprën mend, heton transaksionet dhe në fund fare. Kjo provë rreth tu dhe ajo provë vikus të jetë më. Po jo të shit neve, si ka mundësi për 6 muaj kaq shpejt? Çfarë janë ato edhe letër printohet kaq shumë, ti nuk i bën dot kaq shumë. Pra këto prona ta jap me garanci janë një pjesë e dormuese duhet të kthehen, sepse shkel ligjin po mos ja kthesh. Se mia mund ta mashte. Shkon në GKK-ja, gjykata gjetën nën presion e lën fuqi sekuestër. Por nesër do shkosh në Strasburg, thot ai gjyqtari i panshëm, ç'ti ka kjo me drogën? Jo e ka vlla, po çfarë mësoj se e ka vlla? Ti do provosh aktiviteti pa lishëm lidhet të. Dhe e dyta, këto pasuri kur konfiskohen nesër në favor të shtetit, mos ta dodhe si me Agon Channel. Fiton 3.000 euro mas 12 vjetësh. E çfarë është kjo andi? Është turp, ky është skandal. Pra ti sekuestron dhe në fund fare fiton 3.000 euro. Pse ky është? Neve duam që të patën dalin shpenzimet e reformës të si 400 milion euro të kthehen. 3.000 euro po paguani 150. Edhe 150, pra shtoj kësaj. Edhe e dyta, dalin të 150 milion euro. Persona që i shkaktuan këtë dëm shtetit, a janë ndjek penalisht? Ja, kjo është çështje. A duhet ndërhyrje ligjore aty Karandra? Kjo është një debat që vjen për herësh. Që shkaktuesi i dëmit nga liçkelja, çfarë përgjegjësie ka
me dëmën që nuk e paguan ai pa e paguan të tjerët. Duhet ka praktika që Kodi civil ka ndryshe e regresit. Shifet vendimi ndërkombëtar, kur është nisur që është vënë kjo pasojë, është pa dije e regresit. Personi që bëri dëm shtetit, si përfaqësues i shtetit, ta kthej me pasurinë e vet. Kjo është e para. E dyta. Me pasurinë e vet? Me pasurinë e vet. Kjo është personale. Kjo është pa dije. Unë po ti shkelet pra ti e bëre dëmin si kuadër i personit. Aty më shkoi mendja. Për të qenë sinqert, në rast se do. Çfarë konstatoj? Se ka pasurinë doksore aty brenda. Bë kodi i ri penal, në rast të tillë shpërdorimit e detyrës me pasojë të rënda u bë deri 3 vjet. Pra çfarë bëhet? Dhe ligjet i bëjnë për vete, siç u ndryshu ligji i zonave të mbrojtura për vete dhe këtu, dhe 3 vjet. Ai Elbatri ka bërë shtoj 100 milionë euro 3 vjet me gjykim shkurtuar 2 e ikën. Pra dhe ndryshimet e ligjit dhe shpërdorimet bëhen si për me mbrojt vete. Pra këtu është propagandë. Ne duhet luftojmë propagandën dhe e vërteta është në moment që ti në vendim gjykatet, formës për gjykatës lartë, ke vendimi që këto janë të konfiskuara, atëherë është fitore. Por administrimi i shoqërive e theksojë të pronave. Nëse këto prona kanë degraduar, është dështim. Më mirë të mos i kishe sekuestruar fare dhe beketi. Nëse ti i shet në fund për 3.000 euro, më mirë t'ja kishe dhënë atij se sa ke shkatruar pronat. Dhe ligji për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara thotë qartë në momentin që shteti sekuestron një pronë, ka detyrim që ta marrë këtë pronë, ta administrojë dhe mundësisht t'i rrisi vlerë, jo t'ja uli, po t'i rrisi vlerën në treg, edhe biznesi, edhe një hotel, edhe një lokale, gjitha me radhë, ta vendosin në punë biznesin. Përse dështojmë të konfiskimi? Sepse nëse do të marrim raportin e vitit 2025 nga 46 milion euro sekuestrime, diku tek 1.7 janë konfiskime, që janë para cilat i merr shteti dhe përdor pastaj për punë veta. Diferenca është më pak se 10%. Sekuestër konfiskim. Çka thotë që prokuroria fillimisht do ndodhi konfiskimi kur çështet këtë marrë gjykimin e formës për herë dhe subjekti i shpallur fajtor që parat e pasurisë pra kanë paligjshmëri brenda në fitimin e saj, atëherë shkohet te konfiskimi. Dhe tekstoria e miliardave të kemi shifra që përplasen miliona tjetër dhe institucionet nuk e gjenë vetën brenda saj. Përsa kohë këtu kemi një fakt që janë pastruar miliarda euro në Shqipëri nga trafiku i drogës dhe korrupsioni. Por zyrtarët e ndëshkuar për trafik droge dhe korrupsion nuk janë në harmoni numri i tyre me sasinë e paras, sasinë e eurove, me miliardat e pastruara nga këto burime e paligjshmërie, siç është trafiku i narkotikëve dhe korrupsione. Dhe fundi vjen, cila është sasia e parave që nga kjo punë ndëshkuese, le të themi, e prokurorisë jurisdiksion përgjithshëm dhe spak, se jurisdiksion përgjithshëm ja 300 vet atje mos gaboj prokuror e gjyqtar që duhet bëjnë atë në punë, se nuk është vetëm spaku. Sa para janë kthyer të vjedhura nga publiket, janë kthyer sërish në buxhet? A kemi një shifër të tillë nga institucionet që merren me këtë punë hetimore në finalen e vendimmarrjes? Nuk shoh se e kemi dhe në shifrat e dhëna është e papërfillshme si shumë. Çka do thotë që këta zyrtarë që janë të korruptuar, të lidhur me trafikantët e drogës, në një zyrë, ne kemi raste të shumta që trafikantët e drogës kanë marrë tendera publik. Pra paraja publike vazhdon dhe shkon në llogaritë e tyre, shkon në investimet e tyre. Dhe a duhet në këtë moment dhe struktura e posaçme t'i thotë o zotëri, sepse tenderi është publik. Ju dhanë fshat turistik atje, tender këtu ata në burg, a thotë struktura e posaçme doset e cilëve i kanë në hetim ende, i di thotë atij të agjencisë që bën prokurimin, ministrisë, institucionit publik cili do qoftë. Zotëri, ti këtë punë publike nuk mund t'i japësh të pandehurit që kanë në hetim. Se duhet se ky del fajtor dhe pastaj ti po jep parat, po e çon në destinacion që unë nuk i kthej dot më gjatë rrugës. Ndë këtu ky koordinim institucional i munguar për një lloj kompleksi shoft të strukturës posaçme, duhet ndërhyrje këtu. Kjo bëhet ndërhyrje ligjore, nuk bëhet me telefon. Shoku mos e jep të punë. Ka ligji përcaktime të qarta që duhet vepruar. Po siç fundet në sistem, në Interpol emri Ermal Beqirit, kështu të fusin këto. Na vjen procedura mbreti politik i faljes, i amnistisë. Siç doli zoti Beq. Për procedurë. Ja kemi tani. E kemi tani si çështja ato. Më parë kishte dalë Basha për procedurë. Duket Karanja e njeh më mirë atë çështje, ka qenë prokuror. Ja ka marrë dorën kur apo shumë politikanë të tjerë. Shumë politikanë. Çfarë bën ato 2 vjet që nuk e dinin?
Mbrojtën akuzën e tyre, kishin prova, është edhe që tha Karanja me drejt. Ore zotëri, ti heton një zyrtar apo një individ në Shqipëri për korrupsion dhe trafik droge. Dhe ka ca afate ligjore ti thua që je fajtor ose nuk je fajtor. Dil para publikut thua, ky ministër, ky zyrtar publik, ky individ është i fajshëm, nuk është i fajshëm. Sigurisht nuk thot prokurori, po thot gjykatësi, po duhet ta çosh atje që të kemi vendimmarrje. Mirë, tani për të kuptuar pak më shumë tek kjo çështje, ne do të ndalemi tek lirimi ose më saktë kalimi nga arrest në burg në arrest shtëpi i ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Sigla tuta. Gjyqtarja e gjykatës posaçme Elsa Ulliri me vendim numër 550 të datës 31 korrik 2026 konstatoi kalimin e afateve të paraburgimit dhe lë Ilir Beqaj në arrest shtëpie. Kujtojmë që Beqaj u arrestua në 2024 nga SPAK për dosjen SASPAK, pra dyshime për prokurime fiktive për projektet EUSR 2022-2023 dhe më pas u bëi pandehur dhe për koncesionin 100 milion euro të sterilizimit. Më herët në korrik për këtë çështje gjykata kundër korrupsionit i ktheu SPAK-ut për plotësimet timesh dosjen me afat deri në 30 tetor. Karanja, çfarë do të thotë teknikisht, juridikisht te kalimi i afateve të paraburgimit? Nini 263 i kodit procedurës penale ka parsajkuar në mënyrë specifike se sa mund t'jenë afatet e paraburgimit. Pra janë afate që janë të detyrueshme për t'u zbatuar. Dhe ne që flasim, për shembull që themi për shumë raste procedimesh penale, kur prokurori e fut një person burg, qoftë zyrtar lart, qoftë një popull thjesht, ai i ve vetes lakun fyt. Pse? Është i detyruar se afatet e paraburgimit janë më të ndjeshme, se ti heq lirinë e personit. Dhe diskutimi është se arresti në burg, prandaj dhe ligji parashikon kriterje specifike të arrestit në burg. Vendoset kur çdo mas tjetër është e papërshtatshme, por Shqipëri u smeret. Dhe në rasti Ilir Beqaj. Ilir Beqaj. Sa është maksimali ai qëndrimit në paraburgim? Me gjithë 3 shkallët e gjyqësorit duhet të kaloj 3 vjet maksimale e paraburgimit, nëse kalon në shurje masës së sigurimit, edhe me pezullime e gjithë, pra po kaloj me afatit 3 vjeçar, tani ndodhin shurje e paraburgimit ndodhin. Tani drejtësia e vjetër. Qofse ndodhte një shurje e paraburgimit në drejtësinë e vjetër, po prokurori vinte mblidhej komisione me sekonda, vinte pse u shujt paraburgimit dhe bëj analizë. Pse u shujt paraburgimit? Tani, cilat ishin argumentet e një prokurori në këtë rast? Më fala edhe diçka, ke shumë e drejtë pyetje. Marrim rastin e Martin Çeços. Martin Çeço është një i ri nga qyteti i Korçës, i cili është rëmbyer, është vrarë dhe është mbytur, është i lidhur militar me çarçaf në një liçen. Po. U arrestuan 4 persona dhe u dyshon për vrasje me paramendim në bashkëpunim. Po është rast tjetër, okej, është liçeni. Ai çarçafit është rast tjetër, dhe i zvarritur. Është shuajtur masë e sigurimit për 4 persona të akuzuar për vrasje. Nuk ndodhe kjo me drejtësinë e vjetër. Këta e kanë shkatruar drejtësinë më radh. Për vrasje ai është arrest shtëpi ose merr pafajësi, s'ke prova merret pafajësi, por jo ty të shuhet paraburgimi. Shkatrimi i sistemit të drejtësisë. Pra, shurja e paraburgimit është përjashtim. Ty po të shuhen paraburgim jo vetëm rasti Beqaj, se Beqaj me akuzat që është Beqaj, unë jam prapë te rasti Erion Velis. Nuk është për çështje që duhet të jetë. Kjo është çështje more ongre drek, songre drek, preve faturën e... Mirë, se ka është edhe sterilizimi që... Po këtu s'është... Po këtu s'është... Jo, shurja e paraburgimit nuk është për... Po s'është për... Këtu është për çështje sekondare. Është për çështje jo për demi brirë, thjesht për propagandë që ky, por nuk është për çështjen kryesore. Qofse ky sterilizimi do ishte mirë. S'ka akuzë, s'ka gjë, neve jam për mbylljen e çështjeve shpejt. Siç ka ndodhur më përpara me drejtsinë e vjetër, nuk kishe shanse të shkoshe 2 vjet, 3 vjet ishte një rast i radhë, po mbaroje. Këto nuk punohet, tu është shkatruar sistemi gjyqësor, është shkatruar totalisht. Dhe shurja e paraburgimit për mua është më e rëndë rasti i Korçës. Sepse ky për akuzë që është u shujt s'ka një diçka, domethënë çdo 2 muaj, por të shuhet masa paraburgimit për vrasje, për ndjekje, nuk ka drejtësi më në Shqipëri. Këtu dalim te afati arsyeshëm. Nuk mbarojnë gjyqjet se është shkatruar sistemi drejtësisë. Cila ishte në atë kohë përgjigje një prokurori kur të mblidhet ky komisioni aty dhe thotë, o zotëri, pse tu lirua ky person që ti kishe në hetim? Karanja, shkarkohen nga detyra prokurori hapte krahun. Nuk ka pas raste të tilla. Prokuroria ka qenë model.
Ka qenë, për shumë, unë mbaj mend, ka qenë prokuror Theodoris Sollaku, që kam qenë vetë, edhe mbrapa kanë qenë, domethënë, ndër prokurorët ka qenë kryeprokuror, nuk kishe shanse ty të shuhej paraburgimi. Me përjashtim në një rast veçantë, se ke raste të veçanta, por shuhej paraburgimi sistemi i drejtësisë sot është botrant, është bojsoj. Me çfarë justifikohet kjo sot? Askush pasoj. E harruam në burg? Si e justifikojmë Karanja? Domethënë kam pyetje shumë të sinqertë, sepse pyetja ime vjet në funksion të gjithë sistemi të drejtësisë të spakut GKK-s, një Shqipëri e gjithë me mbështetje ndërkombëtare. Kërkohet her pas here nga Komisioni Evropian, nga Departamenti Amerikan i Shtetit, goditja e figurave të larta shtetërore të përfshirë në korrupsion, në pastrim parash, e tjera me radhë, qoftë të lidhur me grupet kriminale, arrestohen, qëndrojnë në paraburgim një afat saktuar, dhe një ditë del se kanë kaluar afatet. Dhe pyetja lind është, ore grupi prokurorëve dhe jetuesve aty, nuk patën kohë ta qepnin këtë dosje? A është kjo pyetje Karanja për të qenë korrekt? Pyetja jote është e saktë dhe unë jam i drejt për drejt, nuk bëj dredha. Fajtor janë shkencëtarët e reformës drejtësi. Ata që janë marrë me reformën drejtësi, duhet e kishin parashikuar se si do baronin çështjet. Çështjet kanë prioritet. Ngarkesa 1, shkarkimi profesionistëve 2, se janë bë profesionistët, largimi për shkaqe politike, largimi për shkaqe të inateve personale, largimi i profesionistëve për shkaqe krajinore. Janë larguar njerëz për shkaqe krajinore, sepse nuk i duan. Po ja sot këta që janë, çfarë bëjnë? Këto që janë me një ngarkesë të tillë që nuk i mbajnë dot çështjen. Nuk mbajnë dot se është shkatruar sistemi i drejtësisë. Fakti që e lidhin dhe me raportin e Osakut të Departamentit Amerikan Shtetit, shtimin e korrupsionit si i pari në sistemin e drejtësisë, tregon për një dështim spektakolar. Propaganda çfarë bën se këta vazhdojnë me propagandë. Propaganda vazhdon thotë. Është rritur pandëshkueshmëria sot. Është rritur pavarësia. Atëherë e lidhin me korrupsionin. Atëherë kur ishte i varur nga politika, i ndashin lekët me politikën. Sot i morin lekët vetë, se kështu i bjash, është i pavarur. A thotë, po i merr lekët gjitha vetë. I ke lekët gjithë në dorë, është rrit shumë. Pra, me çfarë thonë këto shkencëtarë dhe me realitetin, çfarë thotë Departamenti Amerikan i Shtetit, dje këta ishin të varur nga politika dhe të korruptuar, i ndanin lekët me politikën, sot i morin gjithë lekët vetë. A janë pavarur që po thotë. Por e vërteta është krejt ndryshe. E vërteta është sistemi i drejtësisë, largimi i profesionistëve, ulja, rritja e çështjeve, dhe ti i ke fut njerëz se çdo çështje është prioritare. Për mua, lirimi i vrasit në Korçë, lirimi, të jemi dhe korrekt se mund të jenë të pafajshëm, është parimi ndoshta në person ose ka prova është gjë tjetër. Lirimi i një personi të dyshuar për vrasje, për shkak të çurreve të afatit të paraburgimit, është katrimi i sistemit drejtësisë. Dhe të bëhet një analizë në sistemin e drejtësisë, sa shurje masave të sigurimit janë bërë me dhjetra, dhe unë jam kundra masave disiplinore, me thonë drejtë, sepse duhet marrin përgjegjësi shkencëtarët e reformës drejtësi. Ata antarët të cilët hoqën, antarët e KPA-s të cilët hoqën gjyqtarët e apelit u futën vetë. Pra këta duhet marrin përgjegjësi. Dhe këta janë fajtorët kryesorë. Sepse ne po të fillojmë me masa disiplinore është e padrejtë, sepse ti një prokurori i kalon 1000 dosje në dorë, e ke ngarkuar me çështje dhe në fund fare heq nga puna. Ndërkohë shmang ato shkencëtarët. Madje Spaku këtu kam vrejtje për Spakun, dhe e qam unë kam vrejtje, duhet një sjetim urgjentisht për reformën në drejtësi, se pse janë vjedhur paratë e reformës në drejtësi? 400 milion euro ku kanë shkuar? Janë lekët e donatorëve? Po jo, më Karanja se nuk ka bën Spaku aty, Spaku po të kërkon mandat të dytë tani, kërkon ti të bëhet. Ora janë vjedhur paratë e tim. Po nuk e bën tash, do sinqeritet. Të te i dorë pak nga moderimi. Nuk e bën, po kërkon mandat dytë. Ku do vena? Do vej prokuror në Kurbin, në Kuks, ku do vej prokurore? Arrohat më betani, për të qenë sinqert. Ç'ishte kjo vrim procedurale? Se duke si një vrim nga ku lirohen, shuhen masat. Nuk është hera e parë. Në përgjithësi kur çështjet shkojnë tek personazh politik, tek ministra, tek deputet, tendenca dhe vrapimi hetimor, por ai përfaqësuesve që merren me çështjen, përpiqen gjithmonë të gjejnë pikërisht këto shtigje, këto hapësirë, këto bështogje, këto vakume ligjore,
dhe i shtyn çështjet në ekstrem, në të tendencë, në të drejtim për të përfituar. Procedura ka, përveç kësaj, ka dhe diçka tjetër brenda, si në rastin e Velijet, në rastin e Beqet, që ai hetohet për Saspakun, po kemi sterilizimin në laboratorin që s'po merret kush me të, se këtu te Saspaku janë taksa evropiane. Po Gjosdaku ka qenë ky rast? Edhe afatet është hetuar pothuajse për një gjë që ishte bërë ajo për të tjerat që janë shumë më ndryshe. Edhe këtu, as sterilizimi, as laboratori nuk vinë si hetime thelbësore ku janë qindra milion euro para publike shqiptarësh. Po shkohet tek ato 100.000 para evropianë që ata duhen hetuar, por ndonëse Olafi u hetua për para evropiane të abuzuara dhe për kushëri, për vile, për dasma, sigurisht nuk kemi çështje, s'kemi të pandehur. E një tek Erion Velia sërish, nuk shkojmë te incineratorët të ndërtimit, po shkojmë tek garderoba e fustanave. Pra, edhe orientimi që përvuri u bën shumë çështjeve, po i çon vet tek procedura skaduese që përfituesit të jenë të pandehurit me pushtet. Pra nuk është rastësi, nuk është pakujdesi, as naivitet. Mund duket edhe kjo diçka e organizuar, dhe kush janë përfituesit? Politikanët dhe në fundit edhe ata prokurorë gjyqtar që presin mandatin e dytë si Shtakarranço. E qartë. Basir Çollaku, unë falenderoj shumë që të kisha sonte këtu në Skenkrimi, vlerësoj gjithçka që ju ndat. Ervin Karanja, faleminderit shumë që ju pata sonte në këtë episod. Të dashur teleshikues, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për mbrëmjen e kësaj të shtune. U përpoqëm të ndaleshim tek një sër çështje të cilat lidhen me aktualitetin kryesisht juridik, pra të drejtësisë, por edhe pak politik aty brenda, sepse çdo gjë në fund të ditës është politike dhe ne nuk i shmangemi dot. Për sa i përket çështjes fundit që trajtuam për lirimin nga masa arrest në burg në shtëpinë e Ilir Beqit, sigurisht gjithsecili meriton atë që drejtësia po i jep, dhe kjo është drejtësia në Shqipëri. Asgjë sigurisht me lirimin e Ilir Beqit, shumë të tjerë mund të dalin, por sigurisht në fund të ditës kërkohet një lloj përgjegjësie nga ana e autoriteteve gjyqësore, autoriteteve të drejtësisë, për të qenë më të kujdesshëm që të paktën çështja në fund të ditës të pushohet se nuk ka prova, ose të vlerësohet që ky njeriu nuk është i rrezikshëm në bazë edhe të vendimit unifikues të gjykatës së lartë, ta lirojmë dhe të shkojë në shtëpi. Por jo individi në fund të ditës të lirohet sepse te kalohen afatet e paraburgimit, sepse kjo tregon një lloj, le të themi, aprofesionalizmi nga ana e prokurorëve e tuaj, të cilët merren me çështje të kësaj rëndësie. Ky është mesazhi që un kam, sigurisht është mesazh për të reflektuar nga ana e autoriteteve të drejtësisë të vendit tonë. Bashkënatë e mirë.